044-56-9903. Kemi shumë pyetje që kanë arritur para emisionit dhe sigurisht koha shumë e shkurtër për të marrë përgjigje, do thotë për shkak se ka shumë pyetje. Megjithatë, edhe ne do thotë kemi pyetjet tona që kemi paralajmëruar apo kemi menduar që bëjmë juve. Kështu që kush është në pika të shkurta Arjan Agushi? Faleminderit mësuarëve juve për ftesën që më keni bërë. Është një radio që e dëgjojnë shumë të ri, e dëgjoj edhe vetë ka njerë kur kom kohësh, për me një radio që ta qetëson zemra, sidomos kur ka më me ilahiot me mysafir ndryshëm. Se i përket punës për Arjanin, jam një djalë 27 vjetë, për Preshevës, jetoj në Prishtinë, prej moshës 10 vjeçare, jetoj me nanën, jam një djalë për madh, babi më ka vdekë, ka ndru jetë natë të dytën, kështu që jem rrit në kushte të cilë shqiptare. Për atë jam edhe që ashtu që folin kongë, nuk kom diqka një jashtë asaj qka jemi krejt. Mirë, faleminderit. Atëherë, arsyeja e ftesës sonë që të kemi bërë në radio është më interesant të dim, pasi që sot ka jo dhe shumë ndoshta, por nga strada, nga këngëtarët që falin namaz ose dhe thotë mirën pak a shumë me islam. Edhe kjo është arsyeja kryesore që një këngëtar sikurse ju, pra njëkohësisht tashmë keni bërë një ilahi, pak a shumë kemi informacione, por pyetja kryesore është çfarë ju bëni që të filloni të falni namaz dhe ta ndryshoni jetën tuaj, pasi që muzika është diçka që ka parën vete, ka do thotë është një biznes në vete, dhe nëse mund ta quajmë thojza është një lumturi, por juve çfarë ju bëri që të filloni të falni namaz e kështu me radhë? Po gjithmonë edhe në kohën për shembull kur kam qenë adoleshent, më pëlqej adoleshencë, që kom pas mend që të urët. Në atë kohë domethënë kemi pirë cigare, alkool, tankon, apo në çështja më tankon e kom pas që diçka nuk është mirë, ama gjithmonë besimin në Zot e kom pas, nuk kem si do që e kanë mohu domethënë Zotin ose kur u përmend feja unë jam tut me folse. Nuk kemi qenë si duhet domethënë në gjendje për me fol diçka në muhabet fejes. Kështu që tu mendu domethënë kush jam, jeta domethënë fama, arriti domethënë parat e krejt në rregull, po e pash që krejt ko kam kalu, se po shkojnë krejt sikur fëminia, sikur rinia, sikur krejt janë tu kalu, kështu që diçka pas ka me përfundu dikon. Me qita vetën domethënë me mendu, edhe kisha domethënë edhe fjalë mira për shumë shokëve, familjarëve që falshin namaz në atë kohë domethënë. Bashkë edhe një djalë i hallës dhe shumë hoxhallar, po ato kanë ndiku shumë tepër, se për këtë asaj më orientuar në fe edhe në dashur Allah më muzu. Po krenona që jam domethënë tash këtë ditë edhe vjen keq për ato ditë që kanë kalu, po sidoqoftë inshallah Allahu më falë, nuk janë shumë gjata, inshallah jetën tjetër që vazhdojmë kemi pak më të mira, pak më shumë. Këtë që më thonë edhe është një trashëgim të rekomenduar dhe historinë e familjes. Është prej gjyshit domethënë që më kanë vrarë në xhami shkijet kur kanë gjujt bombë në vitin 1940. Kështu që është diçka që më ka luar me mendu, apo domethënë gjyshi jam kur pas qenë musliman, ku ka fal, domethënë çfarë trashëgimi, po dëshka më shkuar dhon, kush e pas ka mytë, pas ka mytë çafira, çkiet. U dha kështu koha domethënë babës për nanës ka qenë kjo koha e komunizmit, kur nuk kanë pasur fëmijërit maja për fe, edhe pse vetë babi domethënë ka qenë në bark nanës vet kur ja kanë vrarë babën, nuk ka qenë domethënë i lindër, kështu që e kum po vetë që krejt që ka lidhet është kalimtare, këtë është jetë, domethënë rjetë e rreshme që ka një botë tjetër, për më gëzu ma shumë se sa këto, e lumëtëri këto e kum gjithë veç me islam. Do thotë nuk është lumëtëria atë çfarë shohin shumë të rinj tjerë, shembull një këngëtar, ky ka parë, ka muzikë, do thotë në për koncerte, do është i lumtur, po nuk po qëndron ka vërtet kjo. Është i lumtur, unë ndina e lumtur, jo që ka parë, jo që ka koncerte, po ndina e lumtur me ata që më thonë që mi ka dhënë Zoti fansa që mdojnë. Ata kam qef një udhëzim për të mirë, po marë për asysh me intervista, me kanga, po me çka do kohë. Ama se për këtë punë tjetër nuk di, nuk kam qef vish për udhëzim për të mirë, nuk kam qef mi deviju për rrugës ata që kam dojnë. Mirë, atëherë në që ka shumë pyetje që po vazhdojnë të arrinë rubrikën dërgo mesazh, ne i themi të ndruar dëgjuesve që mund të bëhen pra pjesë edhe përmes linjës telefonike pra në 0041 44 56 903 edhe në Skype Radio Pendimi, sigurisht pyetje pra rreth musafirit dhe pra atë çfarë po bisedojmë. Kemi një telefonat një për nënkadrojmë Radio Pendimi. Selam aleikum, i motër nga Danimarka. Po.
Përshëndetje për juve dhe mysafirin e nderuar, kisha një dy pyetje inshallah për mysafirin. Po, patjetër, urdhëni. Pyetja e parë është që a mendon që tërhiqet përfundimisht prej muzikës dhe pyetja e dytë është se a është pendu për tatuazhet që i ka. Unë nuk e njihsha faktikisht as pak, po tash i pash disa foto dhe lexova biografi, isha kurioze të di. Dhe një pyetje për ty vllonajm, veçfaqja diçka nuk po jo punon. A është edhe të ju diçka apo veç të unë? Faqja tek ne është në rregull, mos keni do thotë ju probleme ose mund të jetë diçka që ka shumë dëgjues për momentin dhe faqja mund të jetë ngarkuar, megjithatë zëri dëgjohet. Jo, ka që po punon as prej iPhone-ave këtu të familjarëve, as prej Atëherë është problemi tek ju më të nderuar, kërkojmë ndjes. Por është problemi tek ju sigurisht. Ma buni Allah, selam aleikum. Allah gjithsesi atëherë. Ju përshëndesim, faleminderit shumë. Se vërtet pyetjes parë, të vjen me praktikë muzikën apo e kisha praktikë me gjithë çfarë, por shkaku i kësaj muzike që jam të bollë shumë trigë në uzum fe. Shumë ata që më dojnë në falin xhamajin shumë nuk e pinë alkoolin, spin droga, cigare, kështu që faleminderit Zotit që i kam atë. Se vërtet pyetjes dytë për tatuazhet jam pendu, edhe kështu që me çfarë kisha heq nëse nuk jepin shej ose nuk janë dëmshme për ndonjë smuj tjetër. Se vërtet i kam domethënë pe kalumës, më vjen keq që i kam bëu. Nëse gjej mundësinë më të lehtë dhe më të mirë për me hek, ku me hek krejt. Do thotë keni tentuar që shikoni diçka për të hequr ato tatuazhe, po? Se studimin e kur e kam bëu, thosh, ai kam bëu një herë një, thosh, ai kalon kjo ka qenë viti 2005-2006. Ai ta vjen një, e disha që jam gjuna, po nuk e disha çka, domethënë më kat po bëj, po nuk e disha çka është faktikisht. Kështu që tash shikom robi shmon, po inshallah do Zoti edhe i hekë, nuk shkoj me to në dinjë. Atëherë po vazhdojmë me disa mesazhe që kanë arritur këtu me SMS që thotë selam aleikum, me minja nga Zvicra, përshëndes lullanë em dhe mësafirin e nderuar, Allah i shpërbleft që ka gjithë kohë me ardhur në Radio Pendimi. Pyetja ime është se a ka vendos më tërheq prapë muzikës, Allah ndihmoft që ta lë muzikën e të pendohet, Allahu te Allah sinqerisht selam aleikum. Pra që ka të bëjë diçka me pyetjen e parë, edhe për muzikën që çfarë domethënë përgjigje është ama shumë domethënë kom shef edhe për të ditë që muzika është ndaluar në fen tonë, nuk jam si ata që kam shumë fansa dhe vëllzon për të keq, po marr parasysh në farë drejtimi i shtim me deviu në rrugë ose me përdor sende që janë të ndaluara. Kështu që sado që jemi edhe unë bëj gabime, bëj gjinoha, bëj krejt, por nuk i udhëzoj ata që mdojnë për të keq. Atëherë shkojmë me tutje. Kemi thot Besti nga Suareka, selam aleikum, përshëndes juve dhe musafirin e nderuar, Allah e shpërblet për mundi që po e bën, dhe po ashtu pyet për tatuazhat që e kuptuam pra më herët, dhe kalojmë tek mesazhi tjetër ku thotë selam aleikum, i përshëndes juve dhe musafirin e nderuar që ka dashur Allah dhe ka udhëzuar. Dhe i themi lumit të që të ka dashur Allahu, dije se ka në donë Allahu dhe zonë Allah të forcoft me iman, inshallah. Selam aleikum nga një dëgjuese. Faleminderit shumë. Aleikum selam. Atëherë thot selam aleikum, thot meriton tona të mirat një jetë se shumë e rinin e ka kthy në rrugë të Zotit. Prandaj lutna për tonë xhami si për familjen tem, thot Artoni. Selam aleikum. Aleikum selam, faleminderit shumë. Atëherë mesazhi i radhës thot Aidin nga Mali Zis, po desha të përshëndes pra musafirin tuaj dhe stafin e dipendimit që keni zgjedhur një musafir shumë të mirë për këtë emision, edhe e kam një pyetje për Arianin, ai fal 5 kohët ajo, Allah i shpërbleft. Po Ariani fal 5 kohë, për jashtim ndonjëherë që mu po thonë rrejt as dëgjuesin se den Allahu. Kështu që ndonjëherë na hupin, po mundon atë kohën që mos me ikë presë. Atëherë mesazhi tjetër thotë do të ne lexojmë pyetje vetëm sa përket emisionit tonë, do thotë për pasi që Radio Pendimi është një radio islame dhe ne vetëm këtë e promovojmë. Shkojmë me tutje, kemi mesazhe tjera ku thotë selam aleikum, i përshëndes juve dhe musafirin e nderuar dhe gjithë dëgjuesit të Radio Pendimit, po ashtu kam një pyetje, ka qenë ndonjëherë në Novobird? Edhe pse do thotë kjo nuk ka të bëjë ndoshta dha shumë me jo, nuk kam qenë. Si do të përshëndet, po nuk kam qenë. Shkojmë me telefonatën e radhës apo se duket iko, atëherë marrim tjetrën Radio Pendimi. Aleikum selam, Fatmir Kshiku prej Gjilanit. Fatmir Kshiku nga Gjilani, urdhoni Fatmir. Ju vëjë të përshëndet juve dhe Goldin. Faleminderit, përshëndet edhe unë. Faleminderit, ta ke ndonjë pyetje?
Jo, vajzë, sa mirë. Mirë, Allah i shpëblej, faleminderit për inkuadrimin. Selam aleikum. Ne vazhdojmë me telefonatën tjetër. Radio Pendimi, selam aleikum. Aleikum selam, në të gjusë të Zvicrë. Po. Ju përshëndes juve dhe misafirin. Gjithashtu shumë në botit edhe shumë jena me njavë, shumë me falemderojmë se a këthejnë në udhën e hajrit, në udhën e Zotit, edhe shumë vjen një pozitiv për fëmijët e tonë që janë të urrit, kur e njën ata se a këthi, ashtë kjo udha kun ka pëmë edhe a këthi në udhë hajrit, për fëmijët e tonë shumë një plus, të më thonë një ndimes për fëmijët e tonë, kur ta një vësoj në këshiri në unë a këthi këto sa mirë, sa këthi në udhën e hajrit, të më thonë se kikë vish ka thonë pozitiv në rinin që ka janë të orë. E falenderojmë shumë edhe Zoti inshallah e mëson, Zoti inshallah e shpërblen me të mira në këtë dunjë dhe në ahiret. Amen, inshallah, faleminderit shumë. Amin, faleminderit për inkuadrimin. Selam aleikum, të nderuar, vazhdojmë me telefonatën tjetër. Selam aleikum, Radio Pendimi. Aleikum selam, motor në Gjersin. Atëherë urmoni motëm me ndonjë pyetje. Vetëm desha të përshëndes msafirin juaj. Dhe desha të thënë që kështu do të vazhdojnë edhe vllazërit e mota tjera që kanë, besoj që një numër i madh do të jetë edhe për atyre që janë të famshëm, si me thonë, këngëtarë, artistë apo kudo, por nuk dalin mirë publike të japin kështu si ky vllau që thonë se praktikojnë fenë islame, po të dalshin edhe ata, besoj që edhe adhuruesit e tyre do ta vijojnë rrugën e tyre sikur për gjëra të tjera që ndjekin rrugën e tyre. Edhe vetëm i dëshiroj Allahut të mira në tardhmen, Allah është shpërblet, Allah i dha çdo të mirë. Amen, inshallah, faleminderit dhe të çdo të mirë njëjtë inshallah. Faleminderit për inkuadrimin motër. Selam aleikum, Allahu ju shpërblet. Atëherë vazhdojmë të tjera me emisionin Ora dëgjuesve tanë, drejt përsëritim nga studiu numër 2 e Radio Pendimit në Prizren. Vazhdojmë me tutje pranë 00414 4456 903 Skype Radio Pendimi dhe rubrika dërgo mesazh. Cili është vlerësimi juaj për estradën shqiptare, muzikore, për asa prej këngëtarëve janë praktikues të islamit, falin namazet tjerë, pasi që keni bashkëpunim me shumë? Po, ka shumë, domethënë, edhe ka shumë që më pyesin, vjen mirë që prej kolegëve, domethënë, ose kolegëve më bëjnë pyetje për islam. Ka edhe shumë prej kolegëve, domethënë, që edhe nervozona gjatë muhabetit kur ta bëjmë, se kanë qef më pyet ose kanë qef ata që nuk e praktikojnë ose që nuk janë të udhëzuar, kanë qef më ngacmu. Që ndina keq për atyre që nuk e kuptojnë domethënë rëndësinë e kësaj feje, rëndësinë e namazit, rëndësinë e të mirave, domethënë që na ka dhënë Zoti. Po megjithatë ka për atyre në strat shumë që falin namaz, ndoshta që nuk janë të udhëzuar mirë, po e din frikën për Zotit, e ndoshta Allahu zon sa më mirë dhe e kuptojnë rëndësinë krejt. Po më parasysh janë këngëtarë, aktorë apo çka do qoftë që janë tjetër sportista, keq ka ke fytyra publike se famën që kanë jep Allahu nuk bën ta keq përdorim ose nuk bën me çu për keq, se shumë shpejt na merr edhe neve me gjithë famën. Kështu që inshallah ju zon Allahu këtë ata çka i kam frikën. Atëherë pyetja e radhës për juve dhe nderuar është çfarë bashkëpunimi keni me ilahist, do të thotë njerëz që këndojnë ilahisti, për shembull Adem Ramadani shumë ndoni ndonjëherë me bën ndonjë duet bashkë me të, ndonjë ilahi shembull edhe pa instrument apo pa muzikë. Po shumë normale është me Ademi kemi folë për shëndet me zemër, është një për ilahive domethënë tyne që i ngoj komplet që ai ka Adem Ramadanit. E ngoj domethënë edhe Ferkishalës, domethënë çka qenë antar të e përshëndes edhe ato që kam pa me një intervistë që ata ti pëlqejnë këngët e mia, domethënë me mesazhe fetare ose kombëtare. Po se për këtë kësaj pune bashkëpunime gjithçka me pas. Bashkëpunimi kanë me pas formën parasysh kurrë gjithçka me Adem Ramadanin bashkëpunimi do të ndodhë. Do të pritet një bashkëpunim me Adem Ramadanin, ose presim një ilahi. Ky s'më prit. Atëherë marrëm telefonatën e radhës. Selam aleikum Radio Pendimi. Selam aleikum, apo dëgjojmë telefonata? Nuk po dëgjojmë, marrëm tjetër inshallah Radio Pendimi. Po telefonata po dëgjojmë. Selam aleikum. Nuk po dëgjojmë telefonatën, atëherë vazhdojmë me tutje pra me një mesazh tjetër. Keni thënë selam aleikum nga Hevzia Asani, përndryshe drejtori Radio Pendimit nga Linci Austris. Keni një përshëndetje nga drejtori i radios. Faleminderit, përshëndetje. Atëherë po ashtu i përshëndet edhe Fatmir Hasani dhe mesazhi tjetër apo pyetja tjetër e radhës për juve.
Cili është mendimi juaj për islamofobët, pra pse në tyre shqiptare luftohen apo etiketohen dhe paragjykohen muslimanët, hoxhallarët në përgjithësi në islam? Ndoshta edhe ju paragjykojeni për këtë. S'ka kujton në paragjykon çdo, është drejtë e vetja. Na jemi krenar që jemi musliman, ne jemi musliman me zemër, edhe që nuk jemi domethënë për sa për sy e faqe. E sa i përket kësaj punës, domethënë që ata na kritikojnë është sa më shumë që në kritikojnë që është më mirë ndina. Se e di domethënë që është i prek shumë i realitet që nuk e udhëzon Allahu ata, domethënë kur ai domethënë e mohon fenë, e mohon Allahun, e mohon të mira që ai ka dhënë këtë botë, çish më udhëzu ata, çish më bua i hajri. Sa do i keq, unë po them nuk kam bëu diçka të këqija shoqëri për Allahut më marr në çaf dikon. Apo them po kena bëu të këqija jo për veti, jo si dim, jo syti, jo çka zbon e keq, goja e kreta, vëllai më. Duhet me kuptu në fund kush je, po çajo është domethënë ata na kritikojnë se nuk e dinë kush janë mas pari vet. Atëherë vazhdojmë me tutje për të nderuar dëgjues me ora e dëgjuesve në Radio Pendimi çdo të martë nga ora 14 deri në orën 16. Pra me neve në studion ton është Arjan Agushi, pra i cili e njohmi si vëlla musliman tashmë dhe po jemi këtu së bashku në studion ton numër 2 në Prizren për të bërë një intervistë rreth jetës së tij dhe pra projekteve të ardhshme. Atëherë marrëm telefonatën e radhës. Selam aleikum Radio Pendimi. Apo dëgjojmë telefonata. Selam aleikum. Nuk po dëgjojmë telefonatën. Shkojmë me tutje, pyetja radhës. A merrni kritika për shembull për këngët ilahit që i bënin nganjëherë dhe çfarë mesazhi mundoheni të përçoni tek dëgjuesit tuaj apo tek fansat tuaj? Ilahit janë biç afirave, domethënë që vinë komente të këqija. Domethënë veç që ata japin komente të këqija, domethënë kërkush nuk i kritikon ilahit, po sa i përket kësaj pune, më vjen mirë mua domethënë që i ngojnë ata edhe çka mendojnë, edhe që kanë me ilahit mia, domethënë për fjalë që ai foli për të kaluar theme, ose për realitetin që kaloi. Se përket asaj pune ata shojnë edhe fjala e vetme që s'din çka më thonë, për jashtë asaj që më thonë turk e arab, është që më thonë domethënë feja shqiptarit është shqiptaria, dhe zonë me knu për islamin, zonë me knu se muslimanët na kanë bëu kështu, Turkia na ka bëu kështu, lidhen me sene tjera, dhe në qysh Belenioni njëherë në internet, dy studi për Mark, se di që ka pas më emrin, e më tha, o gold këtheu më fejnë e të parve, më shkujti në Facebook, edhe ishtash, apo këthejhëm bashk, ja shkujte. Sa qysh po menon, sa unë jam thamë fejnë e Gjergj Kastriotit, tash po të nëse menon që Gjergj Kastrioti është i pari jonë, sa është i përmohejshë i lerët. Tash i lerët kanë qenë pa fe. Tash që nuk bon tash monis për asaj, tash nëse e ki pas babën hajnë, dhe më thonë mu bo hajnë edhe ti, tash ti zgjëme zgjellë të mirën. E kështu që më nuk shkrujti, për gjopë, mburna që jam musliman, s'kom që me bo, faleminderit Allahit. Alhamdulillah, e ne vazhdojmë me tutje, të nderuar dëgjues, me një telefonat të radhës, nëse po dëgjojmë telefonatën sigurisht. Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Më paraqitet motor nga Belgjika. Se ju përshëndes shumë, juve dhe mësafirin gjithashtu, se na është bërë edhe si praktik, kur kemi emisione të drejt për drejta të lajmërohemi dhe t'ju përshëndesim dhe të ju falenderojmë për gjithë në juve që bëni, me të cilat neve po kënaqemi dhe po mbrim ato që ka Zoti dashur dëshiron për neve. Ku që të përsaqme, më kujtua një gjë se e pyte se si po e flasim për fejnë tonë, si dhe mos në vendin tonë, si po e ignorojnë, si fejtë ato. Një po më kujtua ashtu sa për të thënë, kisha kjo kohë me 30-40 vite për më parë, dhe një grua e dajësime ishte me origjinë turke. Dhe këtu njerëz që drejtoshin dhe i thoshin që na ka bërë turku, na ka majt me shekuj, ato e këto. Atëherë, një traumë e saj më kujtua, thoshte, duhen e ti jeni falenderues Zotit, e pastaj edhe turkut që na ka dhënë këtë dinë, kaq të mirë këtë dinë të islamit, e Zoti na bëft neve që të pasojmë këtë rrugën e pejgamberit tonë alayhis salam, dhe gjithë popullin mos besimtar ta udhëzoj e Zoti për xhenet të na bashkojë. Faleminderit shumë dhe selam aleikum.
Aleikum salam, faleminderit për telefonatën. Ne vazhdojmë me tutje të nderuar dëgjues me emisionin Ora Dëgjuesve tanë në 0041 44 56 903 dhe Skype Radio Pindimi janë të hapur sa përket të linjës direkte, si dhe rubrika dërgon mesazh pra pyetjet me shkrim apo me SMS. Ne vazhdojmë me tutje me pyetjet e radhës, të cilat kanë arritur nga dëgjuesit tanë. Dhe kemi mesazhe të shumta, vazhdojmë me mesazhin e radhës. Po thotë selam aleikum, përshëndetje për ju dhe për musafirin e juaj, desha ta pyes a do të ketë prap ndonjë ilahi apo jo, Allahu ju shpërblet. Selam aleikum. Po përshëndetjem, faleminderit për pyetjen, po do të ketë ton kohën kam pas kam si lloj domethënë të ilahis që më përuzën të mirë. Kombi dhe feja kanë qenë gjithmonë primare në këngët e mia. Që nuk i harroj asnjëherë. Atëherë mesazhi tjetër thotë selam aleikum, na shkruan nga Hani e Lezit, Ariani, thotë unë jam një fans i Hyti, të kisha lutë që sa më shumë të kesh pra këngë për fe dhe inshallah Allah të shpërblen e të falë çdo gjëna, amin. Faleminderit, inshallah Allah na fal këto. Shpresoj që sa më shumë kam pas. Një motër muslimane, përshëndetje dhe dy pyetje për musafirin. Pyetja e parë është, a do t'i ndalon instrumentet në këngët e tij apo ilahit? Po ndona sa më shumë që mos me pas sidomos këngë që janë për tematika fetare, mos me qenë domethënë visa me pasat vjen që me ditën e ku me këndu, se domethënë pa muzikë nuk shkon, domethënë vetë duhet me këndim, se repi nuk e shkon. Kështu që sa i përket këngëve domethënë që kanë me tema fetare, ku më mundu sa më pak me pas instrumente, se shumica që janë që i dinë edhe. Për davetin islam, a ka ndonjë projekt aktual, thot? Po punojmë të ngonë, fillojmë më vdohe, thash. Atëherë mesazhi tjetër thot, selam aleikum, përshëndetje, nga Arsim Beti që dëshiroj t'ja bëj një pyetje Arianit, kur do ta bësh një ilahi pa muzikë, se të gjithë tani ke bërë me muzikë që po ndërlidhet me pyetjen para prapë. Të me Ademin domethënë se bëu ilahia që kemi bëu plan. Domethënë kemi rënë dakord të dy. Normalmente që kam pas shumë instrumente të shumë e pas, domethënë se s'kam qef mos as për vetë du, po sidomos për rekomandime në stafir s'kam qef me pas një vi instrumenti, kështu që kemë me gjetë atë mënyrën më të mirë që me dal pa kur fare instrumente, veç me diçka që është të lejuar pak. Çështja me Ademin është një plan tash afat shkurtër apo afat gjatë? Se di kemi fol verës në Ramazan kemi fol, po ka qita e ilahien aka tauba, kështu që mos më pengu asaj me më dëgjuar njëherë, kështu që me pas zanin tjetra. Po më është që kur është kismet nuk e di, veç plani është gjithçka. Megjithatë pritet një ilahi e tillë nga ju. Po pritet. Atëherë shkojmë me tutje, thotë selam aleikum, përshëndetje për ju, e kisha thënë që po i shoh shumë foto që keni me Noizin. A keni ndonjë për të bërë ndonjë këngë me të apo jo? Po kom me Noizin, është djalë shumë i mirë, është e vaj familje muslimane, nonën e ka katolike, babën e ka musliman, kështu që donë Allah dhe ata udhëton edhe kupton rëndësinë e vaj, po marr parasysh, se çdo njeri jo veçaj, edhe du shumë e kom lloj vllau, domethënë se shkoj taj edhe vjen të. Valtan Betiçi, selam aleikum, o Arjan, Allahu të ndihmoft në jetë, desha të përshëndes dhe të falenderoja për këngët fetare e patriotike se e udhëzon rinin në rrugë të Allahut. Faleminderit shumë për kemi vetë qëllim, inshallah sa më shumë. Një fjallë e e vogël, inshallah për dikon bën shumë të madhe. Selam aleikum, vllana im nga Mitrovica, për ju dhe vllaun Arjan kam një pyetje rreth këngës konkretisht të repit, sa është e dëmshme ky zhandër kur e pera tjerë, kur dihet që çfarë dëmi kanë bën në shoqëni, sidomos në rini. Allah i ruajt, selam aleikum nga Mitrovica. Përshëndetje, po ka shumë që udhëzojnë për keq. Më vjen keq për ata, inshallah i udhëzon Allah. Ata repera që udhëzojnë rinin në rrugë të keqe, që ja ka vënë Zoti fansat edhe i keq përdorin me një. Ata nuk e dinë fansat, ma vonë e kuptojnë realitetin. Kur di vojnë do vjetë se janë adoleshentë, edhe nuk e dinë rëndësinë e jetës. Thotë, jam një vëlla musliman nga Vështia, që ngoj shumë Arianin, kisha pas dëshime përshëndet, selam aleikum. Faleminderit e përshëndet, ato edhe ki Vështrinë. Thotë, Ebu Jusufi, a ka mundësi ndonjë CD sa më shpejt me ilahia? Kismet e Allah, sa më shumë që kërkohen qash më shumë edhe këmen qitë. Mirë,
ndonjë ilahia ka për të na kundua neve në dy pendim aja? Jo kënaqën së di që s'ka shpunë. Atëherë ilahin tënda ka mundësi me kundu për momentin. Së di fillon, që më bëgë mu në referent, diçka të repin, më falo, dhe më thonë që më falo zot, që kom refrenin që e këndoj vetë. Që ta më jena me bëgë, së di shpunë. Mirë, ilahin pendimi. Urma? Ilahin Po pendimi. ajo nuk ka refren, ajo ka vish tekst. Ajo ka vish të më thonë rap. Nuk ka refren që me këndu, mund vish me repovar. Mirë, atëherë Sa herë të mbushën me lot, kërkon zemra një pendim, më fal ti oj madhi Zot, se veç ty të kam shpëtim. Besoj që një akson. mirë, Allah e shpërblet, vazhdojmë me tutje të ndëruar dëgjues me emisionin Ora e dëgjuesve tanë 0041 44 56 9903. Skype i Radio Pendimi dhe rubrika dërgon mesazh janë të hapur për të gjithë dëgjuesit tanë. Kërkojmë ndjes pasi që linja telefonike është shumë e ngarkuar, kështu që shumë dëgjues do thotë po asim në problem për të marrur linjën apo lidhjen. Shkojmë me tutje, thot mesazhi radhës, selam aleikum, bashkimi Limana nga Gjermania, përshëndes ty në emër dhe mësafirin e Radio Pendim. Allahu na zot të gjithëve, inshallah, amin, amin, Allahumma amin. Mesazhi tjetër thot selam aleikum, vëlla në emër Rasimi, thot përshëndes ty dhe mësafirin tuaj dhe gjithë dëgjuesit të Rasimi nga Zatriçi i Rahovecit. Selam aleikum. Aleikum selam, faleminderit. Atëherë mesazhi tjetër thot selam aleikum. Përshëndetje për ju dhe për mësafirin, ndeshta të them Arianit se çdo namaz që bën mos ta postoj vazhdimisht foto, edhe Zoti se vapi nuk ka nevojë për gjithë, vetëm këtë desha, të gjitha i ka në rregull, por këtë mendoj që nuk e ka. Unë kur e fali gjumojnë kom qef me shqit edhe para se me shku, në vitë nëse së mbën interneti, se kom qef me ja qitë mënë, se unë e ka një ndohë dhe vetë që shejtani më shtinë edhe mu me arru. Kështu që kom qef edhe ata që e shohin ndodhë një moment që nisën për gjumojnë, nuk e qef ato që e bëj për masi se ka shumë nështë atjerë që mirën në atë punë, që dalin para kamerave në Bajram, s'jam në pëtyne. Atëherë thot selam aleikum, gjithat mirat, përshëndesim nga Kamenica. Dhe thot selam aleikum Diana, përshëndes mësafirin, kam një pyetje për të, e takon ndonjë tarikati. Çfarë? E takoj? E takon ndonjë tarikati. Jo, mirë, s'keni probleme me këtë. Atëherë shkojmë thot selam aleikum Astriti, dëshoj të pyes Arionin, ka shumë shok dhe atë reperin nga Shqipëria shok, por kur e dim me muslimane që s'është e preferuar me shoqëru me njëri tjetër, thot, në shkëmën të juaj. Po, që ka shumë që janë musliman të Kosovës që nuk bojnë musliman, që e mojnë vetës musliman për Bajram, që kur gjë nuk bojnë preferi islamet që uzojnë për të keq, edhe që janë shumë e keq të i shikniv që për mendoj. Atëherë do marrim telefonat, selam aleikum. Aleikum selam rahmetullah. Matëferjet janë nga Gjermania. Urdhani. Deshta me përshëndet juve vllana im, stafin Radio Pendimit edhe mësafirin e çmuar që keni thirrë sot në emision. Faleminderit, përshëndetësuar. Po ata deshta preti dy pyetje për djalin i pyetja bën. Gjithçysh. Bën, urdhani po. Pyetja djalit është, sa vjeçar është edhe a ka të dashurë. 27 jo. Mirë, pyetja Edhe tjetër. pyetja ime është kështu, si vjetë më vëqin që kënu më doke, sa i dione, djemë të motës shumë të kanë uru dhe ki folë një ditë me ta. Edhe shumë je fanë si tënve je. Edhe më fanë të nëse folë përshëndetën e mentanin, prej Ulqinit. Faleminderit shumë, i përshëndes juve dhe krejtë ato dhe. Edhe dishta një pyetje unë teme personalisht, kur ki qenë të valoni në emision, Bala Show, që t'ka pytë feja shqiptarizmit të shqiptarizmi. Po? Përgjigjen që a i ki thonë? Po e këmë thonë që ajo është fjallë njëri, dhe më thonë që s'ka thonë Zoti, po ka thonë njëri, një shkrimtar ka thonë. Më me thonë edhe unë që ka gabën, mos më besu, as mu zduket. Mirë, faleminderit për telefonatën motër. Faleminderit, përshëndetje nga Gjermania. Faleminderit, shkojmë me telefonatën tjetër, Radio Pendimi, selam aleikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Po. Adnani nga New York, vëllai. Atëherë, po, Adnan urnoni. Ju përshëndes juve Naim, po ashtu edhe Mustafirin Gold G ose Ariana Gushin. Përndet, përshëndet edhe unë. Dhe kisha thonë, a ka harë në herë New York këto, a ka plan me harë në herë New York? Me gjithë qef, ku të botë shtefë, në gjithë qysh vime dhe atje. Me që atjena kam e parë. Për shumë tekstet, për shumë a i shkruan ti vetë, apo edhe më pëlqeki kjo që ki nuk jetë më falu Allah, kjo më këse me rëja që në shtash, që pas qef nëse ki mundësi me kënue, për shumë një referent. Po e kënua pak marrë, po sërish mund të kënua një tjetër, sa në ka referent, e ka vëqë rap, ke më falu Allah, po e tjetëra më falu zot e ka... Pas telefonatës e këndar. Sërish punë. Atëherë, Adnan, falenderit për telefonatën. Oke. Assalamu alaikum, kalofshimi. Aleikum, salam wa rahmatullah. Vazhdojmë me telefonatën tjetër. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, apo dëgjojmë telefonatën? Nuk po dëgjojmë se duket Haxhi Binakin do të na kontakton edhe një herë. Atëherë, një mesazh thotë Assalamu alaikum, përshëndetje nga Sunullah Islami nga Shkupi. Thotë përshëndetje për ju dhe shpresoj që do të takohemi për ndonjë intervistë në Audionor. Atëherë marrëmi telefonatën e radhës. Selamu alaikum, Radio Pendimi. Selamu alaikum, një motën nga Belgjika. Po. Një përshëndetje edhe Misafirin në nderuar. Dhe po të një pyetje për Misafirin. Po, urdhoni. Dëshiron që shoqën e vet ta ketë të mbuluar në smartohet. Mirë, është të qartë pyetja. Faleminderit për telefonatën. Selamu alaikum, të nderuar. Allah ju shpërblet. Përndet, përshëndet shumë. Po ludna gjithmonë që më konë pëllëzume për mbulesë, a e vendosë vetë, zhallave është më mbulesë, po nëse së është kom qef mja ka vëzut mirë me dita e vetë edhe me arkohet që mbulosë, ose kur fillon me mu, ose kur është me mu, po ma para të qish. S'pa ku më konë besimtare tjera të kupton vetë me kalimin e kohës. Shkojmë me telefonatën e radhës, Radio Pendimi, selamu alaikum. Wa alaikum salam rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Haxhi Binak, përshëndetje. Allah ju përshëndet edhe unë juve shumë juve dhe Musafirin e juve. Vallaj, unë ka drua pas me përnis, që kam vërtetit, për dhe gjua dëllarin, më shta para disa minutëve, që sa po e kritikoj njëzit e i, për isha Allah viç bon, viç në kritikoj, në ka pa besim ta oqe e jahë dhe Allah për që në në pa Allah për atë punë, i ma dhe Allah tonë juve qisë në gjurë, dhe gjurë për tëfë që të jara të alemin, e ka dhe u shifë është ma minja. Faleminderit Haxhi Binak, aleikum salam wa rahmatullah. Faleminderit për telefonatën. Ne vazhdojmë me tutje të ndëruar dëgjues, ora po shënon 15:08 minuta, edhe me tutje pranë 0041 44 569903, Skype Radio Pendimi, dhe rubrika dërgo mesazhin të hapur për gjithë ata që dëshirojnë të jenë pjesë të emisionit. Atëherë, kontaktet e juaja me hoxhallar, sa janë kontaktet apo me kën rrini më shumë për hoxhallarëve? Rrimë shumë, kemi shok plot kena, e kemi sidomos hoxhën ai Valif Xhelan, Xheladin Fazliu. E kam shumë shok mirë, njoh shumë do të thonë hoxhallar tjerë, vetë për sheva, sa plot kam shumë shok edhe që më udhëzon feja, kam një shok të Prizren që është Luani, është i Preshevës, që tonë të sa vjet takoj, për para takoj shpin ndryshe tash takohemi në xhami, nuk e kemi pas asnjë nga aty besi, domethënë na ndodh ajo. Kështu që sa takohemi kemi muhabete të mira dhe sa takohemi domethënë vëllezër musliman, gjithmonë këtë ditë është shumë mirë ndasa këtë javë. Po, cili është hoxha që konsultojë më shumë? S'pedi ka shumë. S'pedi ka vetë familje, për shembull një djalë të hallës e kam arsimin që shumë kam mësu për të mirë, sa i përket këtyre punëve. Është i domethënë për Maqedonisë, për Kumanovës, edhe shumë më ka folë, edhe bashkë sidomos për adem Ramadanit të kjo vëllë, edhe unë vetë jam konë për atyne që kam folë, se domethënë çtash edhe për vrej që ata që po të kritikoj kanë domethënë kanë pa besimtarë vetë. Sa unë e kam menduar që ka thonë ajve që ka bëj ta vetë kështu po do më kthyen. Dhe që shumica thonë që ashtu ata që nuk kanë të kthyen. Kështu që ai më ka fol tepër, edhe pe pak për aty dhe ka dorë Allahi që e kam kuptuar realitetin. Shkojmë me telefonatën tjetër. Selamu alaikum. Aleikum salam, paraqitet një motër nga Zvicra. Një përshëndes ju, studio dhe stafin e juaj realizues. Gjithashtu përshëndes vllaun Arianin.
nga Lubina Preshevës dhe I dëshiroj, gjithashtu edhe unë gjindem jam nga Lubina Preshevës dhe I dëshiroj çdo të mirë në jetën islame. Faleminderit shumë, të përshëndet shumë. Shumë lehtë motor, a ke ndonjë pyetje? Jo, s'kam pyetje. Atëherë faleminderit për inkuadrimin. Selam aleikum. Ju thash nga Presheva, keni qenë atje? Tash po, kam qenë, shkoj shpesh, para një muaj kam qenë në fundit që 17 vjet jetoj në Prishtinë, kështu që mbien me shku ka njerë ma shpesh, ka njerë pak ma rrallë, si të qovë shpesh. Si më ndoni, jeta është më mirë në Presheva apo në Prishtinë? Në Presheva është jeta si që ka mujtë me qenë në kohën e bombardimeve. S'ka e fakt dallimi tjetër, përveç i bombardimeve. Atëherë, po marrë një telefonat të radhës. Selam aleikum. Po, apo dëgjojmë telefonata? Selam aleikum. Aleikum selam. Përshëndes misafirin tuaj përzemërsisht. Ju uroj shumë sukses, një motrën nga Kumanova. Pyetja ime direkte është ta ka qenë haç dhe a dëshiron të shkojë në haç? Që ishte tëra suksese. Mirë, faleminderit për telefonatën. Selam aleikum. Faleminderit shumë për përshëndetje. Jo, nuk kam qenë, po më shku po një qysh qefi është shumë I madh dhe inshallah don Allahu që ma mundson edhe me shku. Bashkë me Agimin, ha? Me Agimin aferën. Me Agim Gajtanin, për dyshe bashkëpunëtori jonë në Prishtinë. Atëherë marrëm telefonatën e radhës. Selam aleikum, Radio Pentimin. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Motra nga Amerika jam. Atëherë, urdhoni. Ju përshëndes për emisionet shumë të bukura dhe të mësafirin që ka ardhur në studio. Allahu e ruaj dhe ndihmon dhe falënderimi tek Allahu që ka udhëzuar dhe ka hapur sytë e zemrës dhe ka udhëzuar në rrugën e hajrit. Allahu forcoft në imanin inshallah. Është gjithë për të imani është gjë më kryesore. Do sallallahu alaihi ve sellem që ta forcojë dhe të japi besim të fortë dhe do të si të shoqërohet inshallah dhe të bëhet sebeb për këngëtarët e tjerë. Të udhëzojnë në rrugën e hajrit. Se kush udhëzon njëri në rrugën e hajrit, Allahu është problem që gjithë dynjan dhe ahiretin në jetë. Allahu e bëf nga besimtarët e devotshëm, Allahu ju të ndihmoft. Amin inshallah, faleminderit shumë. Amin, faleminderit për telefonatën. Selam aleikum të nderuar, Allah ju shpëlbeft. Ne vazhdojmë me tutje, ora po shënon me 15-12 minuta, edhe me tutje po shoqërohemi pra me emisionin Ora e Dëgjuesve tanë. Shkojmë me tutje me mesazhin e radhës. Kemi një pyetje që nuk po kuptoj çfarë ka shkruar, më vjen keq, po nuk po mund ta lexoj. Atëherë vazhdojmë me mesazhet e radhës, ku thotë selam aleikum. Ju përshëndes, më vjen mirë që keni ftuar një person të tillë si ky të kuptojnë rinia e sotit se ky ka ndryshuar për të mirë, domethënë me namaz. Faleminderit. Selam aleikum nga Alina. Aleikum selam. Selam aleikum, thot Fatimia, pyetje nuk kam, veç se përshëndes Alionin shumë, Allah e ruajt nga çdo e keqe, inshallah, gjithve Allahu na mundson që të jemi në rrugën e tij e namazin mos ta lëm anash. Selam aleikum. Atëherë mesazhi radhës, selam aleikum, jam Ermal Hafezi nga Presheva, ju përshëndes juve dhe stafin dhe musafirin për Ariani. Atëherë, selam aleikum, burim Jernova nga Dernasi, dhe desha me të përshëndet, jem krenar që të kemë vëlla musliman. Selam aleikum. Atëherë marrë me telefonatën e radhës, Radio Pendimi. Selam aleikum, pra që të një motë nga Vitfa. Aleikum selam, po. Pasore e përshëndes misafirin që në studio. E shumë nga të zotit që ka të rinë të zotit në zonë rrugë të hajri, dhe kështa pas në pyetje me vetë të misafirin. Në smit e njës të pare ja kanë ndërgjur kaj ka tekstina, do që e ka pas për Allah. Shti e masë, që me thonë, në vëllë të e kanë thonë që ty ka më udhëllë shumë shpedina se ka thonën, vetë ka premtuën. Shti vëllë që e ka udhëllë në këtë bunë, edhe kaj ka që ka banë një janë ndërgjur për masë, apo jo. Që ta që ka është të qartë pyetja? Problem, ka të kongë dhe më thonë që ka janë për, unë kam qef, dhe më thonë si dhe mos kohën e fundit, kam buhet tonë kohën kongë, për ullëzim për të mirë, pa ma për asë që është për të fejë. Po, dhe për që ta në kështë tonën? Po, ma mirë I kinë nga ju ishtu. Mirë, faleminderit për telefonatën, selam aleikum.
Aleikum selam. Ne kërkojmë që të mos dërgoni pyetje në Facebook, qoftë në faqen tonë të radiopendimit, qoftë në profilin tim privat, sepse nuk e lexojmë sepse s'kemi mundësi. Kalojmë te telefonata radhës, radiopendimi, selam aleikum. Aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh. Po Hamza nga Serbia. Ju përshëndes. Ne përshëndesim, po. Juve musafirin e juaj. Faleminderit për shëndetjen e ty. Alhamdulillah që Allah ja ka qenë se të zanë dhe ka uzun rrugën e drejtë. Ashtu si që meritojnë, sepse ka treguar Allah në Kur'an, këndë dhe Allah nuk ka kush që mund ta dëvon, por kush e zgjedh rrugën e humbjes, nuk ka kush tjetër që mund ta drejtojë në rrugë drejtë. Ju po desha të bëni pyetje vëllai. Po. Nëse ka mundësi na ndejohet. Patjetër. Që të regoj gjithë opinionit, me gjithë se në ndëgjojnë shumica, edhe ata që jenë besimtarë, po ata që s'jenë besimtarë, inshallah e kanë vesh të qelur, ata që nuk na dojnë të mire. Dhe shtë vesh të javë pyetjen, ti të regonë edhe atën dhe a mos e ka pagu dikush për që ta le muzikën, apo ta praktisë muzikën dhe ta ranë mërë këtë rrugë. Mirë, është të qartë pyetja, faleminderit, a ke pyetje tjetër? Jo, Allah është shpërblet për punën dhe për mundin që vëllë. Amin, gjithë, inshallah, aleikum selam. A ka pagu dikush? Kjo dhe më thonë pyetja që shumica dhe më thonë e bojnë për ata që udhëzohen, me thonë që i pagun dikush si për motra, për më lusi, për neve, për asere. Kur kush besëm dhe kësa do këtë letë ma falin, jo së të di që me thonë më falin, se nështë i Kosova është pak, po së lidhë 2 një më falin. Vish 1 minutë me ndërru fejë, nëse e kësha ndërru, dhe e kësha si qenë. Mirë, telefonin me pak më lakë se po ka problem. Shkruani nga mu po më bëjmë pyetje. Atëherë shkojmë me telefonatën e radhës. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Po? Në fakt se një gjithë për një lirë. Në që pak si vanë këtë emisione, veç më interesant që soja ka fillu më falë. Që sa kohë ka fillu më falë namaz. Është e qartë pyetje tjetër? Po, se edhe një refer kërë të mbi për Amerikë që i ka pranu fejnë islame, të më thonë tash se ke që përhirë për njështë të pëmëzirë njërzia më ndonë se lanë pëmëzirën për shpiti, asë për fare, asë për shamë, asë për përgja. Ke që shpenin këtë vetën këtë tjetë në vlasni muslimat. Faleminderit shumë, përshëndet. Mirë, faleminderit për telefonatën dhe ndëruar. Selam aleikum. Po, shumë dinat thashtë edhe pak më herët, është jo që dita po dhe java ndonë me shku këtë komplet shkon mirë. Me thonë se fjallët e mira dhe zbutët zemra, zbutët për fjallët mira, nuk ka dhe me thonë asë intriga, nuk ka ma boni, ma këthej, ma ja bofsha, ja këthej fsha. Apo këdojnë është muhabet dhe me thonë serios, muhabet dhe me thonë për jetë, për dynja, për ajheretomër, për asvish, për çka. Se përket që uzonë shumë, se do mos reperat uzonë më fletë, se përjetojnë shumë sa në njëtë, nëse janë reperat real, jo nëse janë asë reperat që se dinë asë dhe që ka folin. Se përket janë uzu shumë, ka shumë për reperave që kanë promocion. Mirë, do thotë neve në kanarën me herët, kur kemi lajmëruar që do t'jesh në radiopendim për shembull, ka pasur kësi kritika që ju për kesh përdorur në islamin për shkak të famës, sa që ndërën e vërtet kjo? Po në kisha mujtë se përket në keq përdorën, po t'ka dhej, ka reperat që i vjen marrët që është musliman dhe ose s'ukon kur në xhami. Unë çka e bëj, unë çka e jetoj e foli. Nuk e foli diçka që nuk jam. Ai duhet të smuj me këtu tash në për diskoteka, se nuk shkoj vetë në diskotekë. Tash shkon e fundit. Përveç aty në çiknojnë për koncerte jashtë. A këtu në për Prishtinë se më shohin dhe lethojnë. Se janë për duplex, në për sana, shkoj me herë për çef me shok, marrun është një vend ku ashtu kurrim ne. Ase përket ty nuk i njeki kllobat, si kullerat që i njekin tonën të mërkurën, tajtën, premtën, çcunën. Dhe u dënë qyshtu që s'po di që më thonë, nuk ojë diçka që... Do thotë, akuzat e tjera nuk janë me bazë... Jo, akuzat e tjera mu vi që më vërtojnë më shumë, dhe me thonë. Akuzat e kitë, që dhe me thonë kitë që tash aferën, dhe me thonë tash, për vërtetoj me këto, dhe me thonë që ka thelen telefonatat, janë me thonë që gëzohen se janë vllazër musliman ose motra. Edhe i vjen një që dikush udhëzohet, ata që ka të kritikojnë janë qafira. Po marrë parasysh në çfarë aspekti, atë shojnë aty, atë thonë diçka tjetër në Facebook, a kudo koftë. Anë telefonata, që ke sensyë, alo se ka bo nona në gjë. Atëherë marrë me telefonatën e radhës. Selam aleikum. Selam aleikum. Selam aleikum. Nuk po dëgjoj telefonata. Atëherë cilët repera tjerë që i një janë krenar që janë musliman dhe nuk kanë komplekse, nëse mundesh me veçu ndonjërin. Po, në ka komunikon me besnikën e dy po dyshi që kene, të falem ty është dhe me thonë kom për feja është. E në si kresha është që, dhe me thonë burët që është musliman. Së di kush tjetër, po ka shumë, së më së Baruti është antari t'i vejë, dhe me thonë. Baruti edhe falem e bashkë gjumajnë shpesh me të. Së di, ka shumë që mburëm.
Po ka shumë edhe aty në blok institute, inshallah Allah ju udhëzon. Marrim telefonatën e radhës. Selam aleikum, radio pendimi. Aleikum selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Paraqitet në motër këtë filihu e përshëndes Arionin shumë, ju uroj shumë sukses edhe më të gjitha. Pasi vetë jam jetën më preku pak tregimi atij se është rritë jetën. A ka mundësi të na tregoj Arioni, a ka pas deri tash mundësi të bën diçka në këtë drejtim për jetim të Kosovës, apo ndoshta ndalën ka diçka në plan me anë të koncerteve ose donatorëve të huaj. Kështë e tëra, Allah e shpërblet. Amin. Gjithve inshallah. Faleminderit për inkuadrimin. Aleikum selam. Marrim telefonat tjetër, radio pendimi. Selam aleikum. Wa aleikum selam, shpëndeti edhe zoti Gjermani. Po skënderoj mënin. Dhe sa vetëm një fytër për këtë, besimtari që Allah bëjë o dhe në vëllëtajt, një për njofë nuk kanë, në ke praktikoj këtë muzikë talë. Halo? Po e dëgjojmë mënani? Dhe sa vetëm diçka se një kompliment normal që zënjoni edhe nësë është haji ose imam ose diçka dhe komplimentet normal që duhet t'i pranoj zënjoni. Zënjoni bogabim. Po i qava larga atyve që mos ta përkopon në shetani. Kemi shumë raste kur Adem Amradani vjen në Gjermani, apo ndëgjon? Po e dëgjojmë, vetëm vazhdoni. Adem Ramadani është një besimtar shumë i fortë, po e shkon në përmbyllje ose jasile dhe i merr ka 3.500 euro në këtë a shinit kjo qartë. Ne kemi qartë, mirë, po Adem Ramadani gjë tillë nuk e bën, ndërkohë megjithatë do ta merrni edhe mendimin e Ka problem, po na jemi krijesa të Zotit, dhe vetëm me punu me diçka. Zoti Badiavas na ka dhënë këtë talent me shpresë, këngë, tekste si me diçka për me udhëzu dikon. Se Adem Ramadani ka rënë që me udhëzu dikon, edhe unë shpresoj që një fjalë e emja jo dashta me udhëzu komplet, po s'po ku çat punë mos me bëj që ja thon. Kështu që ato çka i merr, dhe ti të garant punon diçka që merr aty dikon. Po në mund vetëm ora, një orë, 2 ose më fal, mos keq kuptohem për një orë 2-3.000 euro është një shumë. Po më mirë është më javon Adem Ramadani për 2 orë 3.000 se tunë 7.000 për një orë. Kam dëgjuar për adio, mos kam shumë kurse si të kyqem të drejt për drejt. Se unë kam, që të thonë gjerman beshaj, kam dokument shumë fort se e di që x raste ka shku, ka kënduar, një me të tham, faleminderit dhe nderuar për telefonatën. Ne që kemi shumë telefonata që u kyqa pak të botë në tribun islame ka, por si për shembull bën koncerte sikur është sultani këta, edukuar më vonë këndrohet muzikë kallava, festivali, unë një besimtar një në syt popullit, mos të shkoptohem kjo. Faleminderit për inkuadrimin dhe nderuar, përshëndesim me selam aleikum. Se vjen të punë parë, domethënë daj do të më marrë diga parë, se s'mund domethënë me rnu pa parë, Zoti ka dhënë ka udhëzuar domethënë me bëj ilahit, ashtu edhe me ilahit do të më bëj parë ai diçish. Po marr parasysh që tek ajo është mbi jetesa e vet, ai po bën sot të bllokesh. Sigurisht do ta kemi së shpejt edhe. Kur i ka ai përderisa i ka, ai nuk ka t'ia marr, apo që se për mbroj se për di domethënë që gjuhën, që të folin, apo që për mbroj se s'mund 3.000 euro, po pse pja jep domethënë ai ç'i po shkon. 3.000 përderisa i ka, ja jep edhe mund ja vënë 5.000. Përderisa i merr një këngëtare jona që del lakoresh me zoga merr 7.000 për një orë, pse mos i marr Ademi 3.000 për 2-3 orë. Ishte një pyetje, por nuk më kujtohet çfarë pyetje një dëgjues më herët. Po për jetima. Që pyetje thash, a keni bën ndonjë projekt me ndihmë apo pasi që jeni jetim, po ashtu edhe ajo dëgjuesja ishte jetim. Po nuk ka bos diçka që më kanë ofruar, domethënë se tonë komo nuk kam të çelë vetëm më thonë diku diçka me diçka po duhet bëj. Jo që nuk e marr iniciativën vetë ndonjëherë. Apo do të ka shumë raste që kanë nevojë për ndihmë, mos kam gjithë përmend ku na ndihmoj ku na jo, do të bëj për hir të Allahut. Ama se përket se unë veç le të bëj një iniciativë për diçka që i përket jetimave, unë kam qenë ai që më ndihmon më shumë, se di jetën që është më rrit pa një prind, pa babën, lemë më qenë dikush që rritet edhe pa nënë. Atëherë, ne edhe pse po dëshojmë një pyet, pra po kemi shumë pyetje dhe po i japin përparësi dëgjuesve tanë. Thotë çfarë është komenti juaj për hoxhën doktor Shevçet Krasnishin? Sa keni kontakte me të apo keni ndonjë koment? E du shumë që shfort pare e du shumë sidomos kur t'i kritikon edhe kur thot për për të atuja nëse e kesh u i zatu bo më nuk bo si mu më keshën dhe apo do të qish më keshën të s'ja marri natë se që është që është po thaj kur gjë në fol i jashtë asaj kështu që e përshëndet shumë shpresoj që më njef dhe e njofë në shumë mirë po e përshëndet për zajme. Atë marrë me telefonatën në radhës. Selam aleikum radio pendimi. Përshëndetje, selam aleikum. Selam. Kam një koment për Goldin. Po?
Nuk e di tjetë fanë sa pse dojnë, po unë e di se është I njeri vetëm. Së duket iko telefonata, po ndërprej linja fatikisht, do të na kontakton Allahu ndoshta edhe një herë, ne vazhdojmë me tutje. A ke ndonjë koment na pyet për Unikatilin? Shkolli, kemi pa dëdosh është një kërkar në koncert, të kemi pas verat të kërkar që me asë të shkolle fundi që kemi dëgju moti, që një vjetë e diçka, që nuk e di që më da. Me Stadione ka pasur disa deklarata për çfarë? Për Islam do thot me disa këngë kështu me radhë me Stadione. Nëse s'po gabon. Nuk e di valla, s'ku pas këndak që një vjet e kultur. Atëherë vazhdojmë me tutje të nderuar dëgjues 0041 44 56 903 Skype Radio Pendimi. Vazhdojmë me një mesazh ku thotë selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Në fillim falenderoj Allahun e madhëruar dhe selamet u dërgojmë Muhamedit alayhis salam, familjes së tij dhe shokut të tij. Vëllai jemi përshëndesim juve dhe gjithë stafin e Radio Pendimit, me krye me vëllain ton për Hafzia Hasane dhe të gjithë dëgjuesit e Radio Pendimit. Njëkohësisht musafirin vëllain ton Arianin, ku lutim Allahun e madhëruar që t'ja shtoj imanin dhe sinqeritetin e tij. I dëshirojmë një të ardhmë të mirë që e kënaq Allahun dhe bën të harit të dobishëm pendimin e tij për veten, familjen e tij dhe ummetin ton. Unë personalisht nuk e njoh për vëllain se kam lënë muzikën elhamdulillah që shumë vite, por në kohën e fundit në media, pra në Facebook e tjerë, është publikuar dhe është fol për vëllain ton Arianin të ilahistat e hoxhallar. Kështu që është inshallah një shenjë që Allah kur e don një të penduar, të sinqert e bën të njohur dhe të robërit e tij të mirë në mesin e hoxhallarëve e davexhive të tjerë. Lutim Allahun që vëllain ton Arianin t'ia lehtësoj provat e jetës dhe ju dëshirojmë të ardhmë të mirë në këtë. Përshëndetje nga vëllezërit Xhaferi nga Suedia, të cilët përndryshe këndon ilahi. Faleminderit dhe përshëndes. Faleminderit shumë për këtë fjalë të mira. Inshallah na uzon Allahu krejt. Amin, dhe shkoj me tutje, mesazhi radhës, selam aleikum, përshëndes vëllain ton musliman, falenderoj Zotin që e ka udhëzuar në rrugë të Zotit. E lu Zotin ta largoj nga muzika, sapo dëgjova refrenin e tij live dhe porosia ime është lutë Zotin të largoj nga instrumentet e muzika, se më mirë më dëgjoj zërin e tij pa muzikë se doli nga thellësia e zemrës së tij, dhe nëse fancat të dojnë të vërtet do të dëgjojnë zërin e tij edhe pa muzikë. Selam aleikum, Zoti të shpërblet e lumit të se pas që të pas ka dasht Zoti. Faleminderit shumë, lumë. Marrë me telefonatën tjetër, selam aleikum. Wa aleikum selam wa rahmatullah. Po? Së pari desha t'ju përshëndes juve dhe misafirin tuaj. Më pastaj desha një pyetje, jam interesuar ta di se a lexon literaturë fetare dhe nëse po, cilit autori lexon më shumë? Mirë, është të qartë pyetja, faleminderit për telefonatën. Selam aleikum. Ton kohë, kështu që kom qef me di diçka ose nënvizoj që me përmend me një këngë temën. Se ato që i kom folë, me thonë, ose i kom ndi, ose i kom lezu, që jam bo bashkë krejtë, dhe tonë kohën mundona me pas një uri të reja, që me di që ka me folë. Vazhdoj me tutje, me mesazhin e radhës, thotë selam aleikum, përderisa njerëzit i postojnë fotot kur dalin me bon haram, çka ka Golden Energy që mos të poston fotot kur del me adhuru Zotin. Njerëzit mund ta ndajnë kënaqësinë që i jep Zoti me namaz edhe njerëzve. Kjo është formë këshill, ata që shikojnë me syrin kritik dhe ndoshta as nuk falen, mos i dëgjoj ata, do të dëmtojnë ty. Allah të mëshiroft dhe ta shtop udhëzimin ty. Mua dhe të gjithë besimtarëve, amin. Ka fitoni. Inshallah, faleminderit shumë. Vazhdojmë me tutje, thotë selam aleikum Islam Gashi, thotë po na kënon zemrën kohës së fundit që i vetmi reper që del edhe me foto me fëmijë të vegjël si në Zvicër. Do të kesh edhe punime, pra punë edhe me fëmijë. Është kënaqësi ngu këngët tua si prind, bablok dhe fëmijë. Faleminderit shumë, falenderoj Allahun që më gojnë keq tresat prej fëmijëve që nuk dinë me folë mirë, ndoshta dejti ata plesh me musteqe, që ma kanë dy zoni, se ka ndoshta që së mjofin hiç. Po se dhe kësaj pune ka shumë, dhe thonë për atyre që ndalin bashkë se me plisa që janë. Me tutje me telefonatën e radhës, selam aleikum Radio Pendimi. Përshëndetje. Përshëndetje, po. Kam një koment për Golden Shkort. Po. A i meriton tonat mirat njët, Ariana Gushi meriton tonat mirat njët, se është personi i vetëm që ka mojtë unë këty në rrugë Zotit, si një djalë i ri që me ditë që është feja Allah,
prandaj ai meriton tonat mirat në jetë, sa të kam jetë, meritu për veti, kam lutë për të në xhami se për familjen të më. Faleminderit i Zotit që ekziston Golldiçi, Ariana Gushi. Faleminderit shumë. Faleminderit për telefonatën. Selam aleikum. Faleminderit shumë. Eldan Kamenica. Faleminderit. Marrë me telefonatën tjetër, Radio Pendimi. Selam aleikum, Bashit Italia, nga Gjermania. Aleikum selam aleikum, po. Po desha si pikëtojt përshëndes ty dhe musafirin, edhe po tani pyetje për musafirin. Pa tjetër. Po ta me pyet musafirin, a e ka menën me regu për instrumenteve muzikore, ajo. Mirë, është e qartë pyetje, faleminderit Arlep për telefonatën, selam aleikum dhe nderuar. Ka shumë pyetje për këtë që intereson shumë. Do të thonë, sa ka do më thonë dhe kësit, si kur para këti që ke që ju zu që ishme lonë. Atëherë, vazhdojmë me tutjen. A i konsultu do njëherë me do një hoqë për çështjen e muzikës, për shembull këtë rast me doktor Shoqetin ose ndo një hoqë tjetër, dhe të cilat kanë qenë këshillat e tyre për këtë çështje. Kom konsultu me do me gjallar tjerë, me shqefjet, jesë më ka rast me folë me për këtë punë, po se bërëket kësaj punën e di qka është, apo do në qysh punë e dhe tash keq ki ma bet ke për qëta, kështu që nështë do në zotin me këndu edhe ilahima vëndësëm, se kom njetë më plakër e për. Mund presmi do thot juve në këtë rast sikur se Ademi, do thot prej një muzike që ka pas zhanrën e vet Ademi, tash është një ilaist i njohur. Ademi ka kënu, domethënë Ademi ka pas kongën, unë e kam rap. Apo do të thotë repi pa pas diçka që mu lidh më thon në Golan, apo se për këtë zonit unë kam, po veç nëse ndryshon komplet zhanri, po thënë, aty komplet ndryshon, repi hub krejt. Apo do të thotë ajo sigur pjesa që e kënova të refrenit, domethënë, veç do të më lidh me veç domethënë këndim, jo me rap apo diçka. Po do të thotë prapë ekziston një mundësi që tani ndoshta mund po më kur jo sot në skundim me to, Zoti më ka dhënë domethënë talentin për në bërë, diçka domethënë që është lehtë në praktikë, masi që ka një kohë gjatë që mirë është. Po nuk e kam punë që kam letë zoro për letë në praktikë në YouTube në që ishgënia ata fata që ndojnë, se letë është me pas dëgjus, po zoro është me pas fansa. Fansi e diçka tjetër, fansi i bën krejt për ty. Edhe me di që ata fansa të mëjën krejt si patriote, si që fetarë. Po anë për asi të dhe, ata që ata ndojnë, se jo që unë jem në farësfer ose që i kom pa, ose që i kom dhënë diçka tjetër. Na duhet dashni është na ka dhënë Zoti këtë dashni na smoj me avlën smoj më u për kush as fansi na kërkon as shokin as dikon familjarin kur e don dikon e don apo zonë për dikon që e don prekësh në thonë i zgënjej ata prekën dhe mendoni që nëse e praktikën do thotë repin atëherë shoqëria fansa unë student që më bën fansa ata më gallon vetë na sta shtohen në vet fish po më dora me gjetë mënyrën që mos më lon ata vet sot jam gjallë, dhe me kam një ullëvu për të dhe a jeni duke punuar për me gjithë mënyrën? Po të ngonë ka fillu që dhe me thonë po fshihet, kështu që nuk ojë diçka që. Atëherë më telefonatën e radhës. Në klasë për para kur kom bo kongë, kanë qenë Zoti prezent gjithmonë kongë të mi. Atëherë marrë me telefonatën njerë, selam aleikum. Aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh, ne marrim taksisi për New Yorkut, për zemrës New Yorkut me Natomit. Përshëndetje edhe nga zemra e Kosovës për zhejni. Prej punë jam të thirë për taksit. Taksit e këtë garantu me kodri New York. Këtë vjetë. Falenderit shumë, përshëndet. Do bartin e ka gratis për teja. Transportin e ka gratis për teja, po? Po, gratis e po. Atëra këtë një koment po për pytje? Jo, edhe kështu isha të menu sot, ndoshta Golldiçia bën një asi ilahi me Adem Ramadanin, kur Golldiçia sa që do të apë ilahi me Adem Ramadanin, alhamdulillah, dhe në vjetesim edhe bëjmë lutje për Golldiçian, si kur e vllot që tha më para mua që thire, bëjmë lutje se që falim namaz, se që ku të mërim kështu në bashkarit, bëjmë lutje për Golldiçian, inshallah Allah, a dhe dhëmë edhe më të tjerë. Falenderit shumë, falenderit. Amin, inshallah. Okej, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum selam. Falenderit, më marrëm taksisi nga New Yorku, dëgjues jo në rregull të radiopendimit, ne vazhdojmë me tutje. Dhe mbesmi tek debati çështja, sepse kemi shumë mesazhe që prap ndërlidhen me a do ta lënë muzikën, pasi që radiopendimi siç e keni apo siç e dini është një radio islame që ka mjaft ndikim të masë, dhe mos në diasporë.
mbesmi tek humbja foncave, por nëse ata shndrohen në vllazni, do thotë nga foncat në vllaznin, ata janë veç shndrum, se di sa von kupton, ata janë veç domethënë që falin namaz. Ata janë që investin për shembull në sikur agimi. Po agimi unë falenderoj shumë e kam shok të mirë, kështu që në fjalë agimit e një moment dikua për një tek family, se di, se diçka del më shumë se ajo se di. E sa vërtet foncave, ata vinë me mua në xhumo, ata më presin të dera xhamis. Ata inë me mua mbrana, bojnë fotografi, më rrin shumë thirr, unë shumë kam qef, domethënë bashkohen në xhumoja, që kam qef domethënë ton kohën më përkushtu, sidomos domethënë edhe ma ata më kënaq. Domethënë jashtë vllai për Zotin, domethënë kam qef edhe ata sa më presin, po s'mund të tash më do kam në shkollë, se zakonisht të falit xhumoja në Eveli ose të Allah muaxherëve. Ato tash i kanë mësuar vendet edhe vinë aty. Ato tash ose aty është ose aty. Kanë nuk po jam këtu hiç, po jam në tjetër. Po si do të shoh, kam qef mi taku, edhe kam qef ata ndihen mirë, di. Se unë isha ndi mirë me dosh dikon, se unë kur e kam dosh për ndi si për vetës, këtë kur unë i vogël e kam dosh shumë atë reperin Beka që ka qenë. Edhe që ka bu unë në Prishtinë, veç aty për shevët mi mbledh fyzat për Beka. Unë i kam kalzuar Bekës, se si e bëj shok, se kam besu kur unë i vogël, për tash e kam edhe shok. Edhe për shëndet shumë, e do më thonë gjandre ati, do më thonë ka qenë i pari që unë kum dosh me bo diçka, kur unë në klasë 2-3. Vesha u bësha si Beka, kështu që e di që dhe unë jam një Bekë për dikon tjetër, apo të që ishë gollëgjia. Në të vazhëm më vënë, i ka dojnë telefonata, apo se duket iko telefonata, atëherë marrëm i tjetën. Salamu alaikum. Apo të gjëmë telefonata? Nga Kanada. Nga Kanada, atëherë përshëndetje. Përshëndetje gjashtë për juve, vetëm desha që të përshëndes juve, gjashtë mësafirin që keni ato, Arjamin. Falenderoj shumë. Falenderoj Zotin që ka kthyer në Islam, po gjashtë falenderoj Arjamin për gjithë ndihmën që e ka bërë gjithë të varfërit të jetimat. Amin. Falenderoj shumë. Amin inshallah. Falenderoj vëndëruar. Vetëm ka shkësha Zotin që shpërblet. Amin gjithë inshallah. Falenderoj edhe nga në juaj për inkuadrimin. Atëherë tha që një taku me Adem Ramadanin dhe për një bashkëpunim do të thotë... Jo, kena folë, nuk kena taku, veç kena folë. Keni folë? Po kena folë në telefon e me internet, kena folë, më taku alof në Shkup, do me thonë në kathir, po veç ke kohë Ramazanit, më të të qadë mësë dhe ngu ato dhe ishka vetë kënej, që që plani është për më bëhë dhe ka më bëhë shumë shpejt. Ka lidhe se ka shumë kompozitorë që punu 5-6 vjetë si kom pa kur, kështu që kena pas bashkëpunimet mira. Edhe pa Ademin kam qef me taku, besoj që kena me shku në Shkup, kena me bëhë diçka. Që ka me metë? Ka më thonë diçka mirë? Shpresojmë, jatë mirë, ja heqë. A jeni një shok i mirë? Unë mi vetë shok të mirë, po jo... Më më thonë, a kam shok të mirë. Jam shok i mirë, unë mi vetë shok të mirë, më mundona jo shokën, po familjarin, se të dhënë që e du, s'kam qef me shgënë. Që ato kam qef në dhe. Duke të pas parasysh edhe rrugës në derisa në erëm studio, u dash një person, do thotë një person shumë i lirë. A jeni lirë kështu edhe në qytet, në Prishtinë se kudo që jeni, do thotë jo duke treguar avancin si këtë disa të tjesha. Unë dikuj logna, dikush kush nuk më nefë, më thotë, jo ti më pa ty me ndjemal së në folje, po qysh ti më pas ke po mu, unë s'kum pa ty. Apo ti ko ke me ndjemal, jo une, ti më pas ke po mu, unë për desat kisha po unë të kisha folë, nëse për me të njofë, qysh ti më unë s'pët njofë, ti më thonë me ndjemal dhe më pa dhe së në folje. O dhe qysh, dhe më thonë me ndjemallit ka dhënë që është vetë me ndjemall. E se përke kësejme me ndjemall si më lejon, dhe më thonë Allah, nuk i donë ata që janë me ndjemall. Edhe kërë në koni vogël gjithmonë në theke mami, theka i Kalliri, dhe më thonë Kallamoqi që ka është theke shumë fara, theke i shkon poshpja. Theka i që s'ka ishtë theke i shkon thik për pjetë, edhe është thik për pjetë. Theke i shkon nga to, s'ka dhe më thonë e mam kryt nalë, s'ka kur gjaj, s'ka kur far kokrave. Dhe kështë që me që të fjallë ju njës gjithmonë, pa e ditë me thonë edhe që me ndjemalësia është ndeliume, dhe me thonë që nuk lejohet më konë me ndjemal, e kom pasë që tatë si shembull për të Kallamoqit, e kështë që i kom gazi Kallamoqit plot. Shkemi telefonatën tjetër, salamu alaikum. Aleikum salam. Po? Në vota nga Zlitra. Dhe sa përshëndet përshëndetula në inë dhe në safijene përshëndet. E thamë Allahi pas ka desë lunë të e lunë që të o zrovë, shala zote i lukë në përëmënjë që ta shton imanin. Falenderoj shumë, shala dhe ty në familje. Shala nga gohër të kënë të me më sa ma shpet, Allahu i shpërblet. Amin, falenderit. Përshëndet në salam aleikum. Aleikum salam, falenderit. Marëm telefonatën tjetër, salam aleikum Radio
Ju dëgjoj. Ndeshëm me përshëndetën vllahun aty në studio, kisha pas dëshirë që se ka mundësi me morë një vllah atë në Ramadanit, me ardhën këtu ka Danmarka me bot diçka të tribuna ose me marrë diçka. Se gjithë një veç me koncerte, kish me pas qe vëllai me posën edhe kështu thash. Çata diçka me film, se na mungon shumë këtu në perëndim na ku jemi. Po me gjithë qef me këna filmat madhe, nëse nga bëhë stesa, mu personalisht nisna me gjithë qef. Mirë, atër faleminderit për telefonatën, salam aleikum. Aleikum salam. Allah ju shpëbleft, atër vazhdojmë me telefonatën tjetër, salam aleikum Radio Pendimi. Apo të gjë me telefonatën? Aleikum selam. Po? Aleikum selam, jam Shqipja nga Firenze e Italisë. Po? Dhe ata përshëndes të ftuarin në studio. Po? Dhe do t'i thoja se rrotulluesi i zemrave ja pas ka hapur syt. Edhe inshallah, radhën tjetër kur vjen me studio, vjen me ilahi dhe me Kur'an inshallah. Edhe mos të dërzohet edhe të hecë përpara, se Allahu ja ka hap syt e zemrën inshallah. Amen inshallah, kemë dhe një pyetje tjetër, diçka? Unë nuk e njoh fare, vetëm e bën ata kërkime tani në internet, vetëm nëse s'kam pyetje, se nuk e di çfarë ta pyes, vetëm a ka shpresa që ti do nga muzika ose diçka e tillë? Patjetër. Faleminderit për telefonatën motër. Selam aleikum, Allahu ju shpërblet. Aleikum selam. Ne vazhdojmë me tutje me musafirin ton, pra Arjan Agushi nga Prishtina. Fatikisht nga Prisheva, por që jeton në Hevalitë të Prishtinës. Jo, në Lpioni, atë është në Hevali e fali që mojnë. Atë po falke. Se me të Hevali së najtë në bullë një Hevali. Atë shkojmë me telefonatën e radhës. Selam aleikum Radio Pendimi. Aleikum selam, jam i motër nga. Po, apo se duhet të bllokua telefonin, do të na kontakton edhe një ndoshta motra. Dhe folim pak për privatësinë tuaj vëllai nderuar. Si është me qenë një muzikant? Jeta juaj do thotë tash si vëlla musliman, me namaz, me shkon xhami, pastaj Ramazani, shoqëria. Ndjenja krenare që tut më apet që bëj gabime, bëj dalë, ama kur e di që shkoj falë, kur qona më doke ka më rëmë ndekë, që ashtë më ndi. A vëdojnë që më di që ka me bo. Këta falë namazë, më doke që shtërona dhe më thonë pikit komplet stresit, ata që e kam mërana të keqen, që ta jopë për dishmëria, që ta jopin njerëzve, që ta jopin dhe më thonë ata që studën, s'kam frikë zotë, dhe më thonë, që të bojnë të qia, pa marë për asysh kush është, prej familjes të andëri. A vëdojnë që ata shtimin di keq, për kur të vesh, dhe më thonë zotin, sejsh dhe më thonë, po thonë kur qona dhe më thonë gjithmonë mak namazë, hismoni, dhe që tash në dekësha, shpesh më doke ku qka jashtë, në koncert, edhe aeroplani e ka të frikën e vetë, që të ke njoni s'ka ateista në aeroplan, të i kitë besojnë zotin, se kitë tutën. A unë e vetë kur të njësë në dhe thonë bëjtuj, kur të fali namazë zhitë s'tutëna. A ka njerë kur të janë këtë dhejë dhe të pak nalë, kur të janë që si më fali, dhe janë njësë, dhe në pak sigurat atjeri, kështë që. Po, e ka dhe më dhe ato kështë që farëndërën namaz dhe diçka që më shtinë mundimi. A të kujtohet në momentet e para kur ke falë namaz? Po, për kom jem më zume shumë njerë dhe më kem këshilu, po me shumë njerë që më kam folë më dhëmë për këtë zëmë. Është që më fillim një vëlla me pa donë, kështë ta shemrin që ma pa i shala. E arrova, me ka donë ato leta dhe me pa që internet për me mësu. Nuk i disha dhe me thonë ato që shkojnë në rend. Edhe ta nuk falë që prej ullë, e prej meje dhe me thonë se mami gjithmonë ka agjeru. A vëdojnë që ishte, sidomos dhe në bashkë kohën dhe me thonë babin, prej natë dhe dyzës kur ka vdeka, e tonë kohën në e maj mend, që ka agjeru. Bile ka njeri vogël, unë ja bësha mosë më dhenë ke. Dhe me desha që i sashtë të mujtë më dhenë ke mami, nuk e desha që ishte. E kështë që pej kohës kur kon fillu në me falë, ajo e ka njësë më në pyjtë, me thonë, të ke s'po mëjnë më mësu. A vëdojnë se pëdi. Po kom qef, po s'po mëjnë më mësu, se ishtash fjallë që ishme mësu ato, ta shonet mësoj, edhe tonë kohën jem falë me mamin, një mujnë dështë ta. Jem falë gjithë ditë. Edhe më thonë, ajo ka viq, dhe më thonë ka shku si pas me e kom me zohë, kom këndu, dhe më thonë, ato i kom thonë, që zhem nga rejnë dhe kështu që e ka mësu të në falë dikur me letër, e ta që i falë 5 vakët. Alhamdulillah. Por në gjami, momentet e para ku ke shumë gjami? O konë, se di, sa u konë mirë, në ja kom ditë se me kajta, nuk e kom ditë pëse po kaj. Kërë ka njështë me falë, o gjami, nuk e disha pëse, më desha që është keqë, të shumë dhe shasë më në për gjami. Se në gjami ke shku për e parat, fëtohet? Po, ka qenë të 4 lullat dhe të teatri. Që se përket gjamisë në Kosovë, që më shku që më falë, që më preshjef kena shku se kom pas gjamija në bërë. Dhe më thonë, gjamija u konë në bërë temë në shpjes. Po konë gjamija, kërë kemi pas shpim preshjef. Të shalë gjami ku më ka vrasë gjyshi. Qalë qaj ka qenë. Thash kemi preshjef e kam bërë një gjami shumë mirë tre. E kom vizitu, po gjithmonë shkoj ta gjamija e bërë. Thonë s'pas ka dore dhe më thonë rasej, s'pas se pas më pas në bërë.
Për kom koni vogël. Sigurisht është e mirë. Kështu që kur kom shku për atë pas, dy më do këtë që kom fshyrin krejt mu. Do më dëshë që kitë më muen të marë. Edhe nuk disha mu falë, me tatuja, me avdin që shketi kisha ato në klasëve që deshti zotë. Në qëllaj po kom kallë qëtë shumë si që vada vetë njohë, vada bom qëka puna, ko killafa, pet kësia dhe të po më doke. Se nuk e disha pëse po kaj. Më shkeshin lot, nuk e disha pëse, që më koni o dhumë mirë. Veç dikur e dy, i mësova stop kërejve. Dhe reagimet dhe të gjumatit që të kanë shiku për pas po, për pasë tatuazhat, a ka pas do një reagim? Po ka të kaloj, në gjami nuk ka pas kur njëta, që më thonë dikuj qysh me tatuja pas e i o të diçka o dhe në qysh. Ama se të dhe ka qef, ma mirë në pa mu të tatuja, se do pa tatuja që se kur njëta si bin ka gjamija. Komune shumë që një fa, po të në qysh që kur njëtë shkojnë në gjami. Kur heq? Plot ka ma, dhe në qysh që kur njëtë nuk ka shku në gjami. A e mundu me thirë? Menon po, shumë herë mundu me thirë. Për reagimet e tyre? Për reagimet e tyre më burat mirë dhe s'ka nevojë. Zemën e mirë. Po, më burat mirë kështu. Ama kom shumë edhe fshokve, dhe thonë që shkojnë bashkë që falmi që, dalojnë, kështu që kom gjef më uzu edhe ata me kuptu, se do më parasysh s'kem të i thirë për të keq, se me thirë për lajpun të atër garant vinë më njerë. Dhe tash do thotë jetonin në Prishtinë, po? Po, që 17 vjetë. Dhe me diçka tjetër për pas muzikës? Kom punu 8 vjetë Kosova sot në Ekspres, Fjell Kryqa. Kështu që tane për shkak pagesës, edhe do që i bojnë vogla shumë, që jenë shumë fukarakë të gazeta tona. Edhe kom lonë punë, dhe më thënë, se s'mu ka pagua që sa ka pas në vojnë. Gazetari ka marrë një rogë më të madhe, se unë që i kom bu Fjell Kryqin. Unë gazetar kur dush bu, në i Fjell Kryq kur njët vetë së mbërë. Gazeta Ekspres nifët do të thotë me shpifjen dhe islamit dhe me ofendime, nëse kishe qenë edhe më tutje pjesë e gazetës Ekspres edhe ajo qysh po vazhdon tash, a ishe largu? Jo, kjo ka ndodhur më thonë që një 3-4 vjetë që jam largu, dhe më thonë për këtyne të fena. Po nëse kish vazhdu, jo gazeta Ekspres, po t'i shkom vlloj jam e kishon me gushtin. Sepse e nifët do të tash kove të fundit me, do të ju ishi largu nga gazeta Ekspres. Po, se di që edhe më thonë kitë kondër e folin janë ka dhe qafira të debaton haqjia dhe qaj. Ata shkojmë me telefonatën e radhës, Radio Pendimi. Ka mundësi një mesazh më dërguar Joni? Jemi drejt për drejt vajndëruar, është duke dëgjuar edhe Joni edhe ne edhe gjithë dëgjuesit, mund ta bësh pyetje apo ndonjë përshëndetje direkt. Jo veç të du me përshëndet. Mirë, kush e përshëndet? Vilzan Bajrami. Faleminderit. Përshëndesme. Është një shokja më të rëshevët. Faleminderit dhe nderuar për përshëndetjen, përshëndesme në nga Prizreni, më selam aleikum, Allah ju shpërblet, vazhdojmë me telefonatën tjetër, Radio Pendimi, selam aleikum. Selam aleikum, apo dëgjojmë telefonatën? Apo nuk po dëgjojmë telefonatën, kërkojmë që numrin ton privat mos na kontaktoni, sepse vetëm që më nxjerrni probleme gjatë emisionit. Ne vazhdojmë me tutje. Por apo shënon 15:48 minuta, kalojmë tek telefonata tjetër. Selam aleikum, Radio Pendimi. Alo? Po, ju dëgjojmë urdhoni. Përshëndetje për juve në studio dhe mësafirin. Më vjen shumë mirë që keni ftuar një vëlla nga Presheva, pasi që jam edhe vetë preshevare. Tash për momentin jetoj në Zvicër, por më vjen shumë mirë që ka ardhur ky vëlla mësafir në këtë radio më të ndëgjuar, si që ne nuk kemi radio më të mirë se Radio Pendimin. I dëshiroj çdo të mirë mësafirit, kalofshit mirë, selam aleikum. Faleminderit, përshëndes edhe ty çdo të mirë. Mirë, faleminderit për telefonatën, selam aleikum. Dhe ne përshëndesim gjithë dëgjuesit tonë nga do që janë dhe nga do që në dëgjojnë përmes faqes tonë zyrtare radiovizpendimi.com dhe përmes faqeve të shumta bashkëpunuese. Kalojmë tek telefonata tjetër, Radio Pendimi. Selam aleikum. Aleikum selam. I përshëndes juve dhe mësafirin në studio. Po. Elhamdulillah që është udhëzuar në rrugën e Allahut. Më intereson të di se a është udhëzuar edhe familja e tina, nëse ka mundësi të pyetje. Mirë, patjetër, faleminderit për inkuadrimin. Selam aleikum. Aleikum selam. Allah ju shpërblet, po. Po, i kallzova, për më kallzova më herët ke përgjigje. Kështu që pi gjyshit, më thonë nga qendra shikimi që në xhami ka vënë jetë. Më afër mikrofonit. Kështu që është diçka që trashëgim e kom dalë rastësisht. Atëherë shkojmë me tutje, thot selam aleikum, apo kemi telefonatën një herë, inkuadrojmë. Radio Pendimi. Selam aleikum. Unë jam një fan si Goldit.
A më një rëdhit kur gjallë klipi i maqme, së të e pritë që jam për të meta. Mirë, faleminderit për telefonatën, do të të neve kemi tëftuar për çështje islame, jo për promovimin e muzikës. Po, ndalën klipe, jam lashë. Atëherë shkojmë në tutje, thotë selam aleikum, përshëndes Musa, kisha dashur prej musafirit, që mendon për videon e fundit të Ramush Haradinajt kundër Islamit, që ka edhe shumë tjerë jo veç kjo, se ndukot Goldi e përkrar këtë subjekt politik. Selam aleikum. Goldi ka përkrar Ramushin kur ka qenë Hag, dhe më tonë e përkrar çdo shqiptar që ndihet keq edhe i poshtrum, pa marrë parasysh që është i Kosovës, Shqipërisë, Ilirides, Preshevës, Samajsisë të Madhe. E për çdo send që ndodhë, në kam qef me thonë realitetin, që ata jo më dhe vetë realiteti, që e thëmë çdo send që e prejk popullin tëmë, më prejk edhe mu, kështu që unë e shprejat në paknetësi temën. Me Ramush Haradinaj, se përket kësaj, këmë bo kongër këtë qenë Hag, edhe këmë kam bo pa drejta për luftën e Kosovës, e se përket për Islamin, Kosovë dhe ma herë dhe vëlla me pos, më këmë kundër nuk e përkrari. Herë, shkojmë me tjenë. Thotë, selam aleikum Ferdania, ju përshëndes juve mësafirin e juaj dhe inshallah dëgjojmë sa më frik ilahie nga te. Shpresoj. Atëherë Mahiri nga Presheva, desha të përshëndes Arianin dhe stafin e radiopindimit dhe dëshiroj punë të palashme, faleminderit. Thotë mesazhi radhës, selam aleikum, ju përshëndes juve, Allah ju jap të lumë të ri sepse ëmbëlsira e shpirtit gjendet në Islam. Ju përshëndes juve sa feti. Faleminderit, selam aleikum nga Presheva, nga Julid Lutfiu, desha të pyes Ariani se i jep këshilla islami reperit Noizi, apo jo, suksese. Po, na ka ndodhur me Muhammed, na ka ndodhur me folje, më thonë se përgjithë se Ramazanin apo kur vikën kënej për koncertet e verës, në kohën e mushëm të kohën, në kështu që na po, kur na pun ai sikur në kohën e mushëm që kena folë të kohën. A ke lidhje me çana gjëru shumë? Shumë letë kam. Vëllai ka vetë në tutin ata që asminojnë, një bë gati, bë shumë gati, bë smune, bë mune, bë vera, bë zhvera, deti, çdeti. E kështu që e kam faleminderit Allahut që më ka forcuar ku më nuk e komplet mundin ato të fundit. Të kujtohet agjërimi i parë apo Ramazani i parë që ka agjëruar të tërin? Po, më ka qenë çfarë kur unë muzull, edhe para 4 vjet dhe ka. Çfarë ka qenë Ramazani i parë komplet, ja kam agjëruar edhe pa ta përcjell 6 ditë. Edhe shumë të fëllishe më thonë. Si u ndjeve për jetë parë? Ditën e parë që e kom agjëruar më thonë krejtë, edhe ka qenë shumë kënaqësi e madhe. Çfarë kënaqësi e madhe, sa që kur u bua agjërimi, më thonë Ramazani, kom agjëruar 6 ditë, edhe ala më do kishim pak. Bashkë të kokë e badal, shumë. Namazin të Raviva, falni? Po, kom falë namazin të Raviva. Tek gjëmijën në Velia? Në Velia, sa që kanë qenë në safer do për Siris, që kanë qenë atje, kështu që mirë ka dënë, hoqën e këna gjele në këtë vatë. A kanë kërkuar ndonjë xhamati, ndonjë ilahi me këndu shambull qoftë në Ramazan ose diçka? Po, kanë bashkë edhe pashe të malla muajgjera, vaj hoqëja, do më thonë baki i meri, do më thonë, djali migjës dhe të kom shok flamurin, dhe do në vaj djali migjës hoqës, në allë muajgjerave, shpeshëm dhe që u delë në fire e zami. A dhe për parë për vunë, që du pa palë të gjemata, dhe u të shami, se s'kom qef, më ndi keqë. A ke ti ndonjë razonin? Jo, e kom thirë me thonë vetë, ama jo kështë në gjami. Kështë që ajmë theke, dhe rëndi, dhe thësha pa e pravu njerë që do këtë një dhëmi, thësha s'kom qef kur ka gjemat. Mirë, atëherë po vazhdojmë me tutje të ndëruar dëgjues me emisionin Ora Dëgjuesve tanë në 0041 44 56 903 dhe Skype i radiopindimi janë të hapur edhe me tutje. Kalojmë tek telefonata tjetër. Selam aleikum. Bravo. Po, ju dëgjojmë Noni. Desha të përshëndes Gold Taçi. Po. Alo? Po, ju dëgjojmë ty. Së duke t'i telefonata, me gjatë, e morëm përshëndetjen. Atëherë vazhdojmë me tutje me radiopindimin dhe me emisionin Ora Dëgjuesve tanë, në kuadrojmë telefonatën e radhës. Selam aleikum. Wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Paraqit Saudini nga Anglia. Po, cila është pyetja juaj apo më përmend? Mas pari ju përshëndes, ty dhe Golden G. Dhe kisha një pyetje për Golden G. Po. Dhe kur bashkohet me ata grupet e repit, sa ndjen veten se është këngëtar musliman në mesin e tyre. Pavarësisht se ata nga muzika nga ato nuk
paraqesin fej shej për fe, nga se Golden G paraqet diçka më ndryshe nga ata. Faleminderit për shëndet shumë, faleminderit për pyetjen. Ndina krenare para se cilët që jam musliman. Mos bani për veti, e për tjerë domethënë kush e din që jam e din, apo do të thotë kush e din ose s'don më kon më vjen keq për to, po marr parasysh kush është. Kom qef më po mirë krejt. Se cilë më respekton fejen, se cilë shok, po marr parasysh e repera, a janë këngëtar tjera, janë këngëtare apo diçka. Me ata që nuk bim dakord edhe janë qafira. Mirë, Salvino është e qartë pyetja, përgjigjen faktikisht. Po, alhamdulillah, Allah ja shpërblet inshallah. Allahu e forcoft inshallah këtë rrugë. Amin gjithëve, selam aleikum, përshëndetje për dëgjuesin tonë nga Anglia, ne vazhdojmë me tutjen me telefonatën tjetër, Radio Pendimi, selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Ju përshëndet Urim nga Prizoni Vllana, jam ju edhe mysafirin e dua. Po, Urim Kabashi, apo? Po. Atëherë Urim? Që nga sot do bëj dua për vllahun, që Allah inshallah ja mundson me ky haxhin, po ne kisha pas dëshirë që Arjani ta pregadit edhe një laj për hax, do të thotë se do si person i vetë që në këngën e tij ti përshtin edhe për jetimet e mia. Mirë. Faleminderit për inkuadrimin dhe nderuar. Përshëndesim, selam aleikum. Aleikum selam. Allah ju shpërblet. Ndoshta Urim Kabashi na ke dëgjuar apo jo? Është një vëlla musliman nga Prizren, është i verbër dhe me sa diunë dikon 3 apo 4% shë, ka qenë në dipendim dhe kishte pas një ndër të flakt për me shku në haxh dhe Allah ja mundësoj me sigurisht me donacionin e vet, por edhe me përkrahjen e dëgjuesve të dipendimit, ka qenë në haxh, por është i verbër do thotë. Është vëllë zotë me xhenet inshallah. Atëherë shkojmë me tutje të nderuar dëgjues me telefonatën e radhës, Radio Pendimi, selam aleikum. Radio Pendimi. Po, urnani? Do me përshëndet Golden. Patjetër jemi drejt për së drejtë urnani? Jemi drejt për së drejtë urnani, a ke ndonjë pyetje apo përshëndetje, mund ta bësh? Përshëndetje për Mirë, faleminderit, edhe pse nuk u dëgjoj mirë. Me selam aleikum, përshëndetje. Dhe më bërë mesazhin e radhës të selam aleikum, ju përshëndes juve dhe musafirin dhe ju uroj që është udhëzuar dhe kam një pyetje, a ka qenë në maltëzi, në plavë dhe guci dhe a njeh në ritmin e muzikës hala në zemër prej që ka hyrë në islam, se dhe unë kam këndu, por tash nuk e ndjej. Asgjë nga muzika, selam aleikum nga Drita Logja. Ju përshëndes, faleminderit shumë, po kam qenë plavë dhe guci dhe të ngjiru në klip në Malsorën, po nuk ka dalë klipin, për shkak në produksionin që po të mos marrëvesh, kështu që kam qenë edhe atje në Vufaj, është një vend shumë i mirë. Bile kam bërë fotografi për atje xhami shumë vjetra, me vetëm do si pe me dru e kam pas minarën, kështu që është vend shumë i mirë. Inshallah do zotë që më shpejt të bashkohemi. Shkojmë tutje me mesazhin e radhës, thotë selam aleikum. Do thot një dëgjues e Fatimi thot kam dërguar mesazhin por nuk e kam dëgjuar pasi që ka pas probleme me internetin, megjithatë faleminderit motor. Selam aleikum Radio Pendimi, ju përshëndes nga Presheva dhe nuk kam çka të flas më tepër përveç se të them se Ariana Agushi siç e njohim pra Golden i ndëgjoj këngët e tija dhe ai tekstet që i shkruan këtë janë të vërteta, sidomos dhëmbje dashni, nuk kam koment përveç se për t'i urua suksese dhe inshallah Zoti ja fal gjunat, sekret njerëzimi jemi gjunaçar, por është e mirë të jemi në distancë për të mos të pruar, inshallah Zoti na fal gjunat. Selam aleikum. Faleminderit shumë, përshëndes. Thot a do ta ketë ndonjë këngë për film, vetëm se dëgjuam më herët që pritet. A ke menduar ndonjëherë Ariani me braktis muzikën pasi që e din se muzika është haram? Faruki na pyet përsëri, do të thotë një pyetje tjetër për këtë që vam përgjigjesh shpesh. Atë marrni telefonatën tjetër. Selam aleikum. Po? A janë drejt për të emisionin në Radio Pendimi? Drejt për së drejt jeni dhe nderuar urdhëni.
Ju lutem, urnoni me pyetjen apo ndonjë koment? Safiri dhe ju përshëndes juve. Po. Safiri dhe gjithë muslimanët kanë në Banglades. Po. Apo dëgjojmë? Ju dëgjojmë. Që duket iko telefonata, ne vazhdojmë me tutje të nderuar dëgjues. Selam aleikum. Mesazhi i radhës thotë jam i lirë nga Presheva dhe përshëndes Arionin shumë dhe shumë i pëlqej që ka vendosur detimin e fejes tonë islame. Kaloni mirë. Faleminderit. Përshëndes ki Presheva. Jam Suhejbi nga Rugane, përshëndes Arionin dhe jam një fanës e tij, e dëgjoj pra këngët e tij. Selam aleikum, aleikum selam. Atëherë nga Gjilani desha të përshëndet suksese e nisje. Faleminderit. Gjilani. Atëherë ju përshëndes shumë Arionin, alhamdulillah për Allah që të ka udhëzuar, inshallah gjithmonë kështu ju muslimani devotshëm beki. Faleminderit inshallah. Selam aleikum, nga Gjumania nuk po di se çka më shkruaj lumi ti që je udhëzuar. Alhamdulillah. Atëherë thot selam aleikum, a ke ndërmend mi larguar çato tatuazha jo? Çfarë thuaj? Inshallah do zoti më shpejt. Pasi që kjo është dëshira juaj, por për shkak të mjekësisë ose për shkak që nuk është edhe as lehtë me e ka, po. Po kam vendosur jesë një shej, do po është kancerogjene, do kështu po për alo pak teknologjisë edhe pak sa ta marrin vesh qysh ose me po në radhë që i ka hek mirë, se jo më hek. Fish punë se s'kom lidh me to. Me të kom lënë cigaren këto dhe që s'më lip organizmi. Selam aleikum, Furkan nga Franca, Allah ju ruajt, Allah ju zof, përshëndes edhe Arion, Allah ju ruajt, inshallah, Allah ju ruajt nga haramet edhe nga muzika, një fjallë kam për Arionin, Arion, Allah jam fan të yti, inshallah, fiton famë të Allahu ju në dynja, thot Furkan nga Franca. Faleminderit. Amin inshallah. Atëherë një vëlla musliman thot çfarë mendimi ke për tatuazhat që ke në trup, vetëm se e morë mendimin më herët, thot selam aleikum, ju përshëndes juve dhe musafirin, Allah është përbleft me të firdevs, po nejse, shkej me tutje në mesazhin tjetër. Thot selam aleikum, kisha pas dëshim e ditë kushte ka inkuadru që me fal namaz më saktësisht, se kushte ka fol më shumë që më fal. Selam aleikum. Ka fol shumë, më shumë dhe një djali halës, Alfini. Shkoj me tutje të ndruat e gjusë, ora përshënon 4-3 minuta, ose 16-3 minuta, dhe telefonin e mbyllmi tash, po ashtu edhe rubrika Dërgoj mesazh është e mbyllur, sepse kemi kaluar kohën e rregull të emisionit, edhe marrëveshjen me musafirin, po lexojmë disa mesazhe të fundit, pasi që s'kemi kohë më shumë, është edhe koha namazit të akşamit në Kosovë. Thot selam aleikum Dona. Thot ne dëgjojmë pra Golden Age sepse Samir Sufi këndon me instrumente. Kjo është një mesazh, nuk e di çka ka dosh me tha më shumë. Nditi, përshëndes Ana Gushin, kam një pyetje pse nuk pihek tatuazhat me operacion. Atëherë kuptuam më herët, selam aleikum, nëse ka mundësi me sinqeritet të madh se kur ka qenë të emisionin në Alsat më të kamera fshet, a ka ditë që unë kamera fshet se ka pas shumë thashe theme që kanë përgadit këtë sen, Allah e shpëleft. E kom ditë që kom e shkum për në dunja, në fillim kër kamerën më tutë shumë, se në rajt, në përdan, u tutë që kom po kamerën, për foli dhe më tonë, ma dhe përgan që në ditë se shumë më kanë rajt, shumë kom po dhe më tonë, edhe përgjigje kom tonë shumë, po ndasha dikush se kanë di, kështu që kom shtim fillim me kom po kamerën dhe më tutë. Se kom një nonë që më ka vish një parasyve. E kështë që jam mundu me kesh në të njërën teme më ngoba kësi, që s'po vandinë edhe pse kom pas tutën shumë që ka më po ajo video dikun. Se kom pas për diçka tjetër, që i shkoj s'ka lidhje, se s'jama si pare o si më randi, barë bërë gjysh në qatur më kanë shku. Ama se dhe gjekë se punë, një ututë që më fillem deri sa i mora veç dikur, jo që është kamerën më shetë, si nuk i isha shatë, i kësha di që në shqiptarë, po thash më thjanë asit rrugët që vitë në shmirë më qitë në internet. Që ka qenë dhe më thonë e fundi që këmë në intru, dhe thash tash i jelet më bojnë një kërë bojnë njënë, shtash. Edhe që e ka qenë dhe më thonë që e në fillim më ka do kësi dorosë nëse i kanë po, në bredet, kanë qenë dhe më thonë të tovë që i kanë torturu shqiptarët.
në atë kohë kur ka ikë me Lirim Jakupin që i ka po nëse i din luftën dikush nëse që ka shku e din që shkijet edhe në që zonë, në shkijet edhe më kanë marrë edhe më presheve më kanë marrë në pyetje, po jo me kamerë. Nuk më bëhet diçka rastishme, po kamera më ka tutë më shumë shkoku i nanës, jo për diçka tjetër. Sa i përket tutës. Ata që jeni vetëm, domethënë vetëm po jo mish një djalë, domethënë se kam po kamerën dhe kam po mamën tonë, nuk kam po kamerën. Mirë. Selamun alejkum, jam Ervinin nga Shkodra, dua të përshëndesoj vllain em dhe vllain ton, pra Musafirin, i cili janë shiftuar sot tek Radio Pendimi, e vlerësojmë shumë për besimin që ka dhe patriotizmin, desha të pyes nëse ka ndonjë bashkëpunim pra me Adem Ramadanin për ndonjë lehi apo klip të ri. E përshëndesim nga Shkodra. Sigurisht e cekët me edhe që pritet një bashkëpunim shumë. Shkodrës kam thonë sa ne shumë i përshëndes krejt. Shpresojmë që shpejt i del. Atëherë, mesazhi i fundit për sot të kërkojmë ndjes të ndua dëgjues, por ja që kjo është koha. Atëherë, thot selam aleikum, Allahu ju shpërblet për emisionin. Alhamdulillah, na gëzohet zemra që Allah e ka nxjerr vëllain prej errësirës dhe e ka drejtuar drejt dritës së besimit. Allah e forcoj vëllain ton me fen islami, i shtof dijen për këtë fe dhe adhurimin e Allahut, se vetëm kështu do të mundet me u largu prej asaj çka ka pas më parë. Allah më nësoft një pendestu sinqert, pas të cilës nuk ka kthim në gjuna, urimet më të përzemta për ju në bashkot Allah në Gjenetet e Begata, thot, selam aleikum Petrit Zharova, për ndryshëm nga Berati i Shqipërisë. Përshëndesem Petritin, Beratin, komplet Shqipërinë. Dhe të ndrua të gjusë, sinqerisht përndjes, kemi shumë mesazhe, por ja që koha po ikën e këtij emisioni, e falenderojmë përzemësisht. Por pas të përfundojmë, a ka diçka më këndua jo? Së di, që ka që e feknu në një ashtë dhe sa e kënu. Do një diçka më gjatë, sepse në shurte jo. Po së di, të dhe më gjatë, së më birmen, se për mi 300 jo. Kështë që zgja më e zgja këna dhe. Një të këtë fundit të dhe njerë, nëse ka mësi, pastaj e në të emisioni. Sa herë sytë mbuhushen me lot, kërkon zemra një pendim, më falë ti oj madhi Zot, se veç ty të kam shpëtim. Sa herë sytë mbuhushen me lot, kërkon zemra një pendim, më falë ti oj madhi Zot, se veç ty të kam shpëtim. Mirë, shpërbleftë, falenderit shumë, atëherë të ndëruar dhe gjithë nga kështë e tëra përgatitër, dhe ndëruar Arian, falenderit shumë që gjete kohën dhe hapësirën, pasi që keni parasysh angazhimit e juja, por gjatë të hapësirën në fund, për të thuar nga Prishtina në Prizren, nga Prishtina bukur, por sigurisht dhe Prizren është i bukur dhe i mirë, dhe gjatë të kohë për atjeni me ne dhe me dëgjuesit tanë. Falenderit shumë juve për ftesën, vërujt Allah, kudo që jeni ju uzoftë juve për të mire, me punë, inshallah gjithmonë mire, më mirë. Përshëndes këtë ata që ka të shkruaj, që nuk kemi të mire të mesazhet, përshëndes këtë ata që ka kanë thirr. Përshëndes çdo fjalë mirë, çdo dua që bën, inshallah Allah ju kudo që. Amin. Të ndëruar dëgjues, deri takimin tonë të radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.